Në këtë moment, ndërsa ju lexoni këto fjalë, trupi juaj po kryen 1 miliard e 800 milion veprime kimike në sekond. Zemra juaj po rre, mushkrit po zgjerojnë. Neuronët po shkëmbejnë sinjale elektrike me shpejtësinë e rrufes. Por këtu është diçka që do t'ju trondit. Sipas njërit nga eksperimentet më të çuditshme në historinë e fizikës, të gjitha këto veprime, çdo rrahje zemre, çdo mendim, çdo zgjedhje që mendoni se po bëni tani, mund të jenë tashmë të shkruara në strukturën e vetë realitetit. Jo të parashikuara, jo të përcaktuara nga ligjet e fizikës, por ekzistuese, tashmë ndodhur. Në një kuptim që shkenca po fillon ta kuptojë vetëm tani. Në vitin 1925, Albert Einstein botoi një letër që do të ndryshonte përgjithmonë mënyrën se si e kuptojmë kohën. Ishte shkruar 3 javë pas vdekjes së mikut të tij të ngushtë, Michele Besso. Tani ai ka ikur nga ky bot i çuditshëm pak para meje, shkroi Einstein. Por kjo nuk do të thotë asgjë. Njerëz si ne që besojnë në fizik e dinë se dalimi midis së shkuarës, së tashmes dhe së ardhmes është vetëm një iluzion shumë këmbëngulës. Leqoni këtë sërish. Njeriu që na dha relativitetin, që na tregoi se koha mund të ngadalsohet dhe hapësira mund të përkulet, po thoshte se e ardhmja tashmë ekziston. Jo si mundësi, por si realitet fizik, po aq real sa momenti që po jetoni tani. Kjo nuk ishte poezi. Nuk ishte ngushëllim filozofik për një mik të vdekur. Ishte përfundimi logjik i teorisë së tij më të madhe, relativiteti i përgjithshëm. Dhe në vitet që pasuan, fizikanët filluan të kuptojnë se Einstein nuk po fliste metaforikisht. Ai po përshkruante strukturën aktuale të universit, atë që sot e quajmë universin blok. Një realitet 4-dimensional, ku e shkuara, e tashmja dhe e ardhmja ekzistojnë njëkohësisht, të ngurta dhe të pandryshueshme, si një skulptur gjigante në hapësirë kohë. Por nëse kjo është e vërtet, atëherë çdo gjë që mendoni se po zgjidhni, çdo vendim që po merrni, çdo fjalë që po lexoni, tashmë ka ndodhur. Tashmë është e shkruar në strukturën e realitetit. Dhe këtu fillon eksperimenti më i çuditshëm në historinë e shkencës. Në vitin 1988, në Universitetin e Marylandit, fizikani Carroll Alley dhe ekipi i tij ndërtuan një pajisje që do të testonte diçka të pabesueshme. A mund e ardhmja të ndikojë në të shkuarën? Jo në mënyrë metaforike, por fizikisht, në nivelin më themelor të realitetit. Eksperimenti quhet Delayed Choice Quantum Eraser, 7, fshirësi kuantik me zgjedhje të vonuar. Dhe rezultatet e tij janë kaq të çuditshme sa edhe sot, 38 vjet më vonë, fizikanët ende debatojnë se çfarë do të thotë për natyrën e kohës. Ja se si funksionon. Imagjinoni një foton, një grimcë drite. Ju e dërgoni përmes një sistemi që i jep asaj një zgjedhje, të kalojë përmes rrugës A ose rrugës B. Në mekanikën kuantike, fotoni nuk zgjedh. Ai kalon përmes të dyja rrugëve njëkohësisht, duke krijuar një model ndërhyrje, provë se ai është në të njëjtën kohë grimcë dhe val. Por këtu është pjesa e çuditshme. Ju mund të vendosni një detektor në fund të sistemit që mat se nga cila rrugë kaloi fotoni. Dhe në momentin që e bëni këtë, modeli i ndërhyrjes zhduket. Fotoni UQUOTE20 zgjedh UQUOTE11 një rrugë. E shkuara e tij ndryshon. Tani vjen pjesa që thjeu fizikën. Carroll Alley dhe ekipi i tij vendosën detektorët jo në fillim të eksperimentit, por në fund. Pasi fotoni tashmë kishte kaluar përmes sistemit, pasi tashmë kishte vendosur të sillet si val ose si grimcë. Dhe pastaj, në atë moment të fundit, eksperimentuesit zgjodhen nëse të matin rrugën e fotonit apo jo. Zgjedhja e tyre në të ardhmen, vendimi i tyre që nuk kishte ndodhur ende kur fotoni kaloi përmes sistemit. Dhe fotoni e dinte. Në mënyrë të pakuptueshme, shelja e fotonit në të shkuarën ndryshoi në varësi të asaj që eksperimentuesit do të vendosnin të bënin në të ardhmen. Nëse ata zgjodhen të matin rrugën, fotoni sillej si grimcë që kishte kaluar përmes një rruge të vetme, edhe pse ky vendim u mor pasi fotoni tashmë kishte kaluar. Nëse ata zgjodhen të mos matin,
Fotoni sillej si valë që kishte kaluar përmes të dyja rrugëve, sërish në varësi të një vendimi që nuk kishte ekzistuar ende kur fotoni ishte në sistem. Le qoni këtë sërish, sepse është thelbësore. E ardhmja ndikoi në të shkuarën. Jo në mënyrë simbolike, por në një eksperiment të kontrolluar, të përsëritshëm, të matshëm. Një vendim që u mor në vitin 1988 ndryshoi diçka që kishte ndodhur disa nanosekonda më parë. Shkaku erdhi pas pasojës. Koha, siç e kuptojmë ne, u shemb. John Wheeler, njëri nga fizikanët më të mëdhenj të shekullit të 20, e cvajti këtë eksperimentin me zgjedhje të vonuar. Ai e propozoi për herë të parë në vitin 1978 dhe kur u realizua 10 vjet më vonë, rezultatet ishin saktësisht ato që ai kishte parashikuar. Por Wheeler shkoi më larg. Ai propozoi një version kozmik të eksperimentit. Imagjinoni një kuazar, një objekt kozmik kaq i largët sa drita e tij ka udhëtuar për miliarda vjet për të arritur tek ne. Kjo dritë kalon pranë një galaksie masive që vepron si një lente gravitacionale, duke e përkudur dritën në 2 rrugë të ndryshme rreth galaksisë. Tani, kur ne vendosim teleskopët tanë për të vëzhguar këtë dritë, në vitin 2026, ne zgjedhim se si ta matim atë. Dhe sipas mekanikës kuantike, zgjedhja jon sot përcakton se si fotoni sillej 8 miliard vjet më parë kur kaloi pranë asaj galaksie. Vendimi ynë në të ardhmen ndikon në të shkuarën kozmike. E ardhmja shkruan historinë. Kjo tingëllon si shkencë fantastike, tingëllon si magjepsje, por është fizike pastër, e konfirmuar nga mijëra eksperimente. Dhe na çon në një pyetje që do të ndryshojë gjithçka që mendoni se dini për realitetin. Nëse e ardhmja mund të ndikojë në të shkuarën, atëherë çfarë do të thotë kjo për kohën vet? Kthehuni te Einstein. Në vitin 1905, ai publikoi teorinë e relativitetit të posaçëm. Një nga pasojat e saj ishte kjo: njerëz të ndryshëm që lëvizin me shpejtësi të ndryshme përjetojnë kohën ndryshe. Nëse ju qëndroni në vend dhe unë udhtoj me një raket me shpejtësi afër dritës, koha për mua ngadalsohet. Ora ime tikon më ngadalë se e juaja. Kjo nuk është iluzion, kjo është realitet i matshëm. Astronautët në stacionin ndërkombëtar të hapësirës plaken pak më ngadalë se ne në tokë, vetëm disa mikrosekonda. Por është e matshme. Por këtu është pjesa që shkatërron intuitën tonë. Nëse koha rrjedh me shpejtësi të ndryshme për njerëz të ndryshëm, atëherë çfarë do të thotë tani? Çfarë do të thotë e tashmja? Për ju, duke lexuar këto fjalë, tani është data 17 janar, viti 2026. Por për dikë që udhton me shpejtësi afër dritës, tani i tyre mund të jetë një ditë ndryshme, një vit i ndryshëm, një epokë ndryshme. Në vitin 1959, fizikani Hermann Weyl e shpjegoi këtë në një mënyrë që ende jep dridhje. Bota objektive thjesht është, nuk ndodh. Vetëm për shikimin e ndërgjegjësime, duke u zvarritur përgjatë vijës së jetës së trupit tim, një seksion i këtij botë vjen në jetë si një imazh që rrjedh në hapësirë dhe që ndryshon vazhdimisht në kohë. Lexoni këtë sërish. Weyl po thotë se universi nuk po ndodh, ai thjesht është. E gjithë historia e tij, nga Big Bangu deri në vdekjen e fundit të ilit, nga lindja juaj deri në frymën tuaj të fundit, ekziston njëkohësisht në një strukturë 4-dimensionale. Ne nuk po lëvizim përmes kohës, ne po lëvizim përmes një peizazhi kohor që tashmë ekziston, duke përjetuar një tani pas tjetrit, si një lehtësues që lëviz syt përgjatë faqeve të një libri. Libri tashmë është shkruar. Të gjitha faqet ekzistojnë njëkohësisht. Ne thjesht po i lexojmë një nga një. Kjo është undercore quote, undercore 48, undercore quote, undercore 49, undercore. Dhe nëse është e vërtet, atëherë çdo gjë që do të ndodh, tashmë ka ndodhur. Çdo zgjedhje që mendoni se do të bëni, tashmë është bërë. E ardhmja nuk është e hapur, ajo është e fiksuar, e ngurtë, po aq e palevishme sa e shkuara. Por si mund të jetë kjo e vërtet? Si mund të ekzistojë e ardhmja kur ne ende nuk e kemi jetuar? Për ta kuptuar këtë,
duhet të shkojmë më thellë në natyrën e hapësirës dhe kohës. Duhet të kuptojmë se çfarë zbuloi Einstein në vitin 1915, kur publikoi teorinë e relativitetit të përgjithshëm. Para Einsteinit ne mendonim për hapësirën si një skenë boshe ku ndodhin gjërat, dhe kohën si një rrjedhë universale që kalon njësoj për të gjithë. Por Einstein tregoi se kjo është gabim. Hapësira dhe koha nuk janë të ndara. Ato janë një strukturë vetme. Hapësira, koha. Dhe kjo strukturë nuk është boshe. Ajo ka formë. Ajo përkulet. Ajo dridhet. Ajo është po aq reale sa toka në këmbët tuaja. Kur dielli qëndron në hapësirë, ai nuk tërheq tokën me një forcë misterioze. Ai përkul hapësirën kohën rreth tij. Dhe toka thjesht ndjek kurbën e kësaj përkuljeje, si një top që rrotullohet rreth skajit të një hungu. Graviteti nuk është forcë, është gjeometri, është forma e vetë realitetit. Dhe këtu është pjesa kritike. Kur Einstein shkroi ekuacionet e tij të relativitetit të përgjithshëm, ai zbuloi diçka të habitshme. Ekuacionet e tij përshkruanin të gjithë universin, të gjithë hapësirën kohën, si një strukturë e vetme, e plot, katërdimenzionale. Jo një univers që po zhvillohet në kohë, por një univers që ekziston në tërsinë e tij, nga fillimi deri në fund, si një objekt i vetëm gjeometrik. Imagjinoni një film. Kur ju e shikoni atë, ju shihni imazhe që lvizin, personazhe që veprojnë, ngjarje që zhvillohen. Por filmi vet, shiriti fizik ose skedari digital, përmban të gjitha skenat njëkohësisht. Skena e parë dhe skena e fundit ekzistojnë në të njëjtën kohë në strukturën e filmit. Ju thjesht po i përjetoni ato një nga një, sepse kjo është mënyra se si funksionon ndërgjegja juaj. Universi, blok, është i njëjtë. E gjithë historia e universit, çdo moment nga Big Bangu deri në fundin e kohës, ekziston njëkohësisht në strukturën e hapësirës kohës. Ju po përjetoni një tani pas tjetrit, duke u lvizur përmes kësaj strukture si një dritë që lviz përmes një filmi. Por të gjitha momentet tashmë janë atje. Të gjitha tashmë ekzistojnë. Në vitin 1923, matematikani Hermann Minkowski, ish mësuesi i Einsteinit, e formuloi këtë në mënyrë dramatike në një leksion në Köln. Që tani e tutje, hapësira vet dhe koha vet janë të dënuara të zhduken në hije dhe vetëm një lloj bashkimi të tyre do të ruaj një realitet të pavarur. Ai po shpallte vdekjen e kohës si një entitet i pavarur. Hapësira dhe koha nuk ishin më dy gjëra të ndara. Ato ishin një strukturë e vetme, hapësira, koha, dhe në këtë strukturë e shkuara dhe armja ishin po aq reale sa e tashmja. Por nëse kjo është e vërtet, atëhere çfarë ndodh me zgjedhjen? Çfarë ndodh me lirinë e vullnetit? Nëse ardhmja tashmë ekziston, nëse çdo vendim që do të merrni tashmë është atje në strukturën e hapësirës kohës, atëhere a jeni vërtet të lirë? Apo jeni thjesht duke luajtur një rol të shkruar tashmë, duke ndjekur një skenar që tashmë është fiksuar në strukturën e realitetit? Kjo pyetje ka munduar filozofët për shekuj, por tani, për herë të parë në histori, fizika po na jep një përgjigje, dhe kjo përgjigje vjen nga vendi më i çuditshëm i mundshëm, nga bota kuantike, ku grimcat mund të jenë në dy vende njëkohësisht, ku vëzhgjimi ndryshon realitetin dhe ku, siç e pam, e ardhmja mund të ndikojë në të shkuarën. Në vitin 1935, Einstein publikoi një artikull me Boris Podolsky dhe Nathan Rosen që do të bëhej i famshëm si paradoksi EPR36. Ata përshkruan një situatë ku dy grinca kuantike bëhen të ndërthurura 37, të lidhura në një mënyrë misterioze që të i kalon hapësirën. Nëse ju matni një rëngrinc dhe zbuloni se ajo rrotullohet në një drejtim, grinca tjetër, edhe nëse është në anën tjetër të universit, menjëherë do të fillojë të rrotullohet në drejtimin e kundërt. Einstein e urrente këtë. Ai e quajti veprim fantazëm në distancë dhe argumentoi se kjo provonte se mekanika kuantike ishte e paplot. Duhet të kishte variabla të fshehur, informacion që ne nuk e dim, që shpjegon këtë lidhje. Grincat nuk mund të komunikojnë më shpejt se drita. Kjo do të thoshte se informacioni udhëton më shpejt se drita, gjë që relativiteti e ndalon.
Por në vitin 1964, fizikani John Bell provoi diçka të jashtëzakonshme. Ai tregoi se nëse ekzistojnë variabla të fshehur, nëse realiteti është lokal dhe realist, siç besonte Einstein, atëherë eksperimentet me grimca të ndërthurura do të japin rezultate të caktuara. Dhe nëse mekanika kuantike është e saktë, nëse realiteti është vërtet kaq i çuditshëm sa duket, atëherë rezultatet do të jenë të ndryshme. Në vitet që pasuan, eksperimentet u kryen. Në Paris, në Vjenë, në Gjenevë, në laborator në të gjithë botën. Dhe çdo herë, rezultatet konfirmuan mekanikën kuantike. Realiteti nuk është lokal. Grimcat e ndërthurura janë vërtet të lidhura në një mënyrë që të i kalon hapësirën. Informacioni nuk udhton midis tyre. Ato janë thjesht pjesë të një sistemi të vetëm, edhe kur janë të ndara nga miliarda kilometra. Por këtu është pjesa që lidhet me universin blok. Nëse grimcat mund të jenë të lidhura përtej hapësirës, atëherë hapësira nuk është ajo që mendonim se ishte. Dhe nëse hapësira nuk është ajo që mendonim, atëherë koha, që është e thurur me hapësirën në strukturën e hapësirës kohës, gjithashtu nuk është ajo që mendonim. Në vitin 2004, fizikani Jakir Aharonov dhe kolegët e tij publikuan një artikull që propozonte diçka edhe më të çuditshme: valët e kohës së dobët. Ata argumentuan se ashtu si grimcat kuantike mund të jenë të ndërthurura në hapësirë, ato gjithashtu mund të jenë të ndërthurura në kohë. Një ngjarje në të ardhmen mund të jetë lidhur me një ngjarje në të shkuarën në një mënyrë që të i kalon shkakun dhe pasojën normale. Dhe kjo na çon përsëri te eksperimenti me zgjedhje të vonuar. Kur Carol Alley dhe ekipi i tij treguan se një vendim në të ardhmen mund të ndikojë në sjellje në një fotoni në të shkuarën, ata nuk po thyenin ligjet e fizikës. Ata po zbulonin diçka thelbësore për natyrën e kohës. E shkuara dhe e ardhmja nuk janë të ndara. Ato janë pjesë të një strukture të vetme të ndërthurur ku shkaku dhe pasoja mund të rrjedhin në të dyja drejtimet. Por si mund të jetë kjo e vërtet? Si mund e ardhmja të ndikojë në të shkuarën pa krijuar paradokse, pa lejuar udhëtime në kohë dhe gjithë kaos që vjen me to? Përgjigja qëndron në një kuptim më të thellë të asaj që do të thotë ndikimi. Kur themi se e ardhmja ndikon në të shkuarën, ne nuk po themi se e ardhmja dërgon një sinjal mbrapsht në kohë. Ne po themi diçka më të thellë, se e shkuara dhe e ardhmja janë të dyja pjesë të një strukture të vetme që ekziston jashtë kohës. Dhe kur ne vëzgojmë këtë strukturë, kur ne bëjmë një matje, kur ne marrim një vendim, ne po zbulojme një pjesë të kësaj strukture që tashmë ishte atje. Imagjinoni një mozaik gjigant. Ju qëndroni në një cep të tij dhe mund të shihni vetëm disa plaka në një kohë. Ndërsa lëvizni, ju zbuloni plaka të reja. Por plakat tashmë ishin atje. Lëvizja juaj nuk i krijoi ato. Ajo thjesht i zbuloi ato. Në të njëjtën mënyrë, lëvizja juaj përmes kohës nuk krijon të ardhmen. Ajo thjesht e zbulon atë. E ardhmja tashmë është atje, e shkruar në strukturën e hapësirës kohës duke pritur që ju ta përjetoni atë. Kjo është arsyeja pse eksperimenti me zgjedhje të vonuar funksionon. Kur eksperimentuesit vendosin në të ardhmen se si të matin fotonin, ata nuk po ndryshojnë të shkuarën. Ata po zbulojnë një pjesë të strukturës së hapësirës kohës që tashmë përfshinte si vendimin e tyre të ardhshëm, ashtu edhe sjelljen e fotonit në të shkuarën. Të dyja ishin pjesë e të njëjtit mozaik, të lidhura në një mënyrë që të i kalon shkakun dhe pasojën lineare. Por nëse kjo është e vërtet, nëse e ardhmja tashmë ekziston, atëherë çfarë do të thotë kjo për ju, për zgjedhjet tuaja, për jetën tuaj? Në këtë moment, ndërsa ju lexoni këto fjalë, diçka e jashtëzakonshme po ndodh në trurin tuaj. Rreth 100 miliard neuron po shkëmbejnë sinjale elektrike duke krijuar një rrjet kaq kompleks sa përmban më shumë lidhje se sa ka yje në rrugën e qumështit. Çdo mendim që keni, çdo vendim që merrni, lind nga kjo simfoni elektrokimike. Dhe këtu është pyetja që do të ndryshojë gjithçka. Nëse universi blok është i vërtet, nëse e ardhmja tashmë ekziston në strukturën e hapësirës kohës, atëherë a janë këto sinjale elektrike në trurin tuaj vërtet zgjedhje?
apo janë thjesht zbulime të diçkaje që tashmë është shkruar në strukturën e realitetit. Për ta kuptuar këtë, duhet të shkojmë më thellë në një nga eksperimentet më të çuditshme që ndonjëherë është kryer. Një eksperiment që tregon se si truri juaj merr vendime para se ju të jeni të vetëdijshëm për to. Në vitin 1980, neuroshkencëtari Benjamin Libet kreu një eksperiment që do të shkaktonte debate për dekada. Ai lidhi vullnetar me një elektroencefalograf, një pajisje që mat aktivitetin elektrik të trurit, dhe u kërkoi atyre të kryenin një veprim të thjeshtë, të lëviznin dorën kur të donin. Çdo herë që ndjenin dëshirën të lëviznin, ata duhet të shnonin pozicionin në një pike në një ekran që rrotullohej, në mënyrë që Libet të mund të dinte saktësisht kur ata vendosën të lëviznin. Rezultatet ishin shokuese. Libet zbuloi se aktiviteti elektrik në tru, sinjali që fillonte lëvizjen, fillonte rreth 350 milisekonda para se vullnetarët të raportojnë se kishin vendosur të lëviznin. Leqoni këtë sërish. Truri juaj fillon të përgatis një veprim gati gjysmë sekonde para se ju të jeni të vetëdijshëm se keni vendosur ta kryeni atë. Kjo do thotë se kur ju mendoni se po merrni një vendim, kur ndjeni atë ndjenjë subjektive të zgjedhjes, truri juaj tashmë ka filluar procesin. Vendimi tashmë është marrë në nivele të pavetëdijshme, ndërgjegjja juaj thjesht po e përjeton atë me vonesë, si një komentator që përshkruan një lloj që tashmë ka filluar. Por Libet shkoi më larg. Në eksperimente të mëvonshme, ai zbuloi se ekziston një dritare e vogël, rreth 100 deri në 200 milisekonda para veprimit, ku vullnetarët mund të vetonin vendimin. Edhe pse truri kishte filluar të përgatiste lëvizjen, ndërgjegjja mund ta ndalonte atë në momentin e fundit. Libet e quajti këtë vullnet i lirë, jo aftësia për të filluar veprime, por aftësia për t'i ndaluar ato. Por këtu është pyetja që shkatërron edhe këtë. Nëse universi blok është i vërtet, atëherë edhe ky veto tashmë është i shkruar në strukturën e hapësirës kohës. Vendimi juaj për të ndaluar një veprim tashmë ekziston në të ardhmen, po aq i fiksuar sa vendimi për ta filluar atë. Ju nuk po krijoni të ardhmen me zgjedhjet tuaja, ju po zbuloni një të ardhme që tashmë është atje. Kjo tingëllon si determinizëm i plot, tingëllon si humbje e çdo kuptimi të lirisë. Por këtu është ku fizika bëhet edhe më e çuditshme, sepse në nivelin kuantik, realiteti nuk është deterministik, ai është probabilistik. Dhe kjo krijon një tension të thellë në zemër të fizikës moderne. Në vitin 1927, Werner Heisenberg formuloi parimin e pasigurisë, një nga zbulimet më thelbësore të mekanikës kuantike. Ai tregoi se ka kufi fundamental për atë që mund të dim për një grimc. Sa më sakt të matni pozicionin e saj, aq më pak sakt mund të dini shpejtësinë e saj. Dhe anasjelltas. Kjo nuk është një kufizim i pajisjeve tona matse, është një pronë themelore e realitetit. Grimkat nuk kanë pozicione dhe shpejtësi të sakta njëkohësisht. Ato ekzistojnë në një gjendje të paqartë derisa të maten. Por si përputhet kjo me universin blok? Si mund e ardhmja të jetë fiksuar nëse grimkat kuantike janë në gjendje të paqarta? Si mund të ekzistojë një strukturë ngurtë e hapësirës kohës nëse realiteti në nivelin më themelor është probabilistik? Kjo pyetje ka ndarë fizikanët në dy kampe për gati një shekull. Nga njëra anë janë ata që besojnë në interpretimin e Kopenhagës, idenë se grimkat kuantike janë vërtet në gjendje të paqarta derisa të maten dhe se matja kolapson funksionin e valës në një gjendje të caktuar. Nga ana tjetër janë ata që besojnë në interpretimin e shumë botëve, idenë se çdo rezultat i mundshëm i një matjeje kuantike ndodh në një univers paralel. Por ka një interpretim të tretë, më pak i njohur por po aq i fuqishëm, interpretimi i transaksionit, propozuar nga fizikani John Cramer në vitin 1986. Sipas kësaj ideje, grimcat kuantike dërgojnë valë si në të ardhmen, ashtu edhe në të shkuarën. Kur një grimc emetohet, ajo dërgon një valë që udhton përpara në kohë. Kur ajo absorbohet, ajo dërgon një valë që udhton mbrapsht në kohë. Dhe këto dy valë, njëra nga e shkuara, tjetra nga e ardhmja, takohen në të tashmen për të krijuar ngjarjen që ne vëzgojmë. Kjo tingëllon si shkencë fantastike, por ajo shpjegon saktësisht atë që pam në eksperimentin me zgjedhje të vonuar. Vendimi i eksperimentuesve në të ardhmen dërgon një valë mbrapsht në kohë
që ndikon në sjelljen e fotonit në të shkuarën. E shkuara dhe e ardhmja janë të lidhura në një transakcion të vetëm, jashtëkohor, që krijon realitetin që ne përjetojmë. Dhe kjo na çon në një kuptim të ri, më të thellë, të asaj që do të thotë zgjedhja. Ndoshta zgjedhja nuk është krijimi i së ardhmes nga asgjëja. Ndoshta zgjedhja është pjesëmarrja në një strukturë që tashmë ekziston, një strukturë ku e shkuara dhe e ardhmja janë të thurura së bashku në një rrjet i vetëm shkaksor që rrjedh në të dyja drejtimet. Imagjinoni një lojë shahu. Kur ju lëvizni një figurë, ju nuk po krijoni lojën nga asgjëja. Ju po zbuloni një nga miliona lëvizje të mundshme që tashmë ekzistojnë në hapësirën logjike të lojës. Çdo lëvizje që bëni kufizon lëvizjet e ardhshme, por brenda atyre kufizimeve ju ende keni zgjedhje. Në të njëjtën mënyrë, ndoshta universi është një hapësirë mundësive që tashmë ekziston, dhe zgjedhjet tuaja janë rrugët që ndiqni përmes kësaj hapësire, jo krijimi i rrugëve të reja, por zbulimi i atyre që tashmë janë atje. Por kjo ngre një pyetje edhe më të thellë. Nëse të gjitha rrugët tashmë ekzistojnë, atëherë çfarë përcakton se cilën rrugë do të ndiqni? Çfarë bën që ju të përjetoni këtë version të realitetit dhe jo një tjetër? Për ta kuptuar këtë, duhet të shqyrtojmë një nga eksperimentet më elegante në historinë e fizikës, një eksperiment që tregon se si vëzhgjimi vet krijon realitetin. Në vitin 1921, Otto Stern dhe Walter Gerlach kryejnë një eksperiment që do të bëhej themeli i mekanikës kuantike. Ata dërguan atome argjendi përmes një fushe magnetike dhe zbuduan diçka të çuditshme. Atomet nuk shpërndaheshin në një spektër të vazhdueshëm, siç parashikonte fizika klasike. Ato ndaheshin në dy grupe të qarta, disa me spinë lart, disa me spinë poshtë. Asnjë në mes. Kjo ishte prova e parë eksperimentale se grincat kuantike ekzistojnë në gjendje të sakta, të kuantizuara, jo në një spektër të vazhdueshëm. Por këtu është pjesa e çuditshme. Para se të maten, atomet nuk kishin spinë lart ose poshtë. Ato ishin në një superpozicion, një gjendje ku ato ishin të dyja njëkohësisht. Vetëm kur kalonin përmes fushës magnetike, kur matoheshin, ato zgjidheshin për një gjendje ose tjetrën. Kjo do të thotë se vëzhgjimi nuk thjesht zbulon realitetin, ai e krijon atë. Para matjes, atomi nuk ka një spinë të caktuar. Pas matjes, ai ka. Realiteti, në nivelin më themelor, krijohet nga akti i vëzhgjimit. Por kush është vëzhguesi? Në eksperimentin Stern-Gerlach është fusha magnetike, por në eksperimente më komplekse, vëzhguesi mund të jetë një pajisje matëse, ose një shkencëtar. Ose, dhe këtu bëhet vërtet e çuditshme, një tjetër grimcë kuantike. Në vitin 1973, fizikani H. Dieter Zee propozoi konceptin e dekoherencës. Iden se grimcat kuantike humbasin vetit e tyre kuantike kur ndërveprojnë me mjedisin. Kur një grimc në superpozicion prek një molekule e ri, ose absorbohet në një detektor, ose ndërvepron me çdo gjë tjetër, ajo dekoherenton. Ajo kalon nga një gjendje e paqartë në një gjendje të caktuar. Por këtu është pjesa kritike. Dekoherenca nuk është një proces misterioz që ndodh vetëm kur një njeri vëzgon. Ajo ndodh vazhdimisht, kudo, sa herë që grincat ndërveprojnë me njëra tjetrën. Universi po vëzgon veten vazhdimisht. Çdo ndërveprim është një matje. Çdo matje krijon realitet. Dhe kjo na çon në një kuptim të ri të universit blok. Ndoshta universi blok nuk është një strukturë statike ku gjithçka tashmë ka ndodhur. Ndoshta është një strukturë dinamike që po krijohet vazhdimisht nga miliarda ndërveprime kuantike, çdo njëra duke zgjedhur një rezultat nga një spektër mundësish, duke e thurur realitetin në një rrjet gjithnjë më kompleks shkaksor. Por nëse kjo është e vërtet, atëherë çfarë përcakton se cili rezultat zgjidhet? Pse një grimc zgjedh spinë lart dhe jo spinë poshtë? Pse universi zgjedh një version të realitetit dhe jo një tjetër? Kjo është pyetja që ka munduar fizikanët që nga lindja e mekanikës kuantike. Dhe përgjigja, nëse ka një përgjigje, mund të qëndrojë në një nga idet më radikale në fizikën moderne. Iden se universi nuk zgjedh.
Të gjitha rezultatet ndodhin, ne thjesht përjetojmë njërin prej tyre. Kjo është thelbi i interpretimit të shumë botëve, propozuar nga Hugh Everett në vitin 1057. Sipas kësaj ideje, çdo herë që një grimc kuantike zgjedh midis dy gjendjes, universi ndahet në dy deg. Në njërin deg grimca ka spin lart, në tjetrën ajo ka spin poshtë. Të dyja degët janë po aq reale, të dyja ekzistojnë, por ato nuk mund të ndërveprojnë me njëra tjetrën. Ato janë bota paralele, të ndara përgjithmonë nga momenti i zgjedhjes. Kjo tinglon e çmendur, por ajo shpjegon saktësisht atë që vëzhgojmë në eksperimentet kuantike. Ajo shpjegon pse grimcat duken sikur janë në superpozicion, sepse ato janë në superpozicion, në të gjitha degët e universit njëkohësisht. Ajo shpjegon pse matja kolapson funksionin e valës, sepse matja nuk kolapson asgjë, ajo thjesht na vendos në një degë specifike të universit ku rezultati është i caktuar. Dhe ajo shpjegon diçka edhe më të thellë. Ajo shpjegon pse ne përjetojmë një version të vetëm të realitetit, edhe pse të gjitha versionet ekzistojnë. Sepse ndërgjegja juaj, rrjeti i neuronëve në trurin tuaj, është gjithashtu një sistem kuantik. Dhe kur truri juaj ndërvepron me një grimc në superpozicion, ai gjithashtu ndahet në deg. Në njërën deg ju vëzgoni spin lart, në tjetrën ju vëzgoni spin poshtë. Të dyja versionet e jush ekzistojnë, por ato nuk mund të komunikojnë. Ato janë në bota të ndryshme. Kjo do të thotë se çdo zgjedhje që bëni, çdo vendim, çdo veprim, krijon një ndarje në universin. Në një botë ju lexoni këto fjalë, në një tjetër ju ndalluat para 5 minutash. Në një tjetër ju nuk filluat kurrë. Të gjitha këto versione të jush ekzistojnë në degë të ndryshme të universit, duke përjetuar realitete të ndryshme. Por këtu është pjesa që lidhet me universin blok. Nëse interpretimi i shumë botëve është i saktë, atëherë universi blok nuk është një strukturë vetme lineare. Është një pemë gjigante e degëzuar, ku çdo moment përmban jo një të ardhme, por një spektër të pafund të ardhme. Të gjitha po aq reale, të gjitha duke ekzistuar njëkohësisht në strukturën e hapësirës kohës. Dhe kjo na çon në një kuptim të ri të asaj që do të thotë zgjedhja. Ndoshta zgjedhja nuk është krijimi i së ardhmes. Ndoshta zgjedhja është përcaktimi i secilën degë të universit ju do të përjetoni. Të gjitha degët tashmë ekzistojnë. Të gjitha të ardhmet tashmë janë atje. Por zgjedhjet tuaja përcaktojnë se cili versioni jush do të përjetoj cilën të ardhme. Kjo është një formë e re e lirisë. Jo liria për të krijuar të ardhmen nga asgjëja, por liria për të zgjedhur se cilën të ardhme të përjetoni nga një spektër që tashmë ekziston. Ju nuk po shkruani skenarin e jetës suaj. Ju po zgjidhni se cilën rrugë të ndiqni përmes një pejzazi që tashmë është atje. Por kjo ngre një pyetje edhe më të thellë. Nëse të gjitha të ardhmet ekzistojnë, nëse çdo zgjedhje e mundshme tashmë është bërë në një degë të universit, atëherë çfarë përcakton se cilën degë ju përjetoni? Çfarë bën që ju të jeni ky versioni jush dhe jo një tjetër? Për ta kuptuar këtë, duhet të shkojmë edhe më thellë, në natyrën e vetë ndërgjegjes. Sepse në fund të fundit, e gjithë kjo pyetje për zgjedhjen dhe të ardhmen varet në një pyetje më themelore. Çfarë do të thotë të jesh ju? Çfarë është ndërgjegja? Dhe si përputhet ajo me strukturën fizike të universit? Në vitin 1948, matematikani dhe inxhinieri Claude Shannon publikoi një artikull që do të themelonte teorinë e informacionit. Ai tregoi se informacioni mund të matet, të kodifikohet, të transmetohet, se ai është një sasi fizike, po aq reale sa energjia ose masa. Dhe në vitet që pasuan, fizikanët filluan të kuptojnë se informacioni nuk është thjesht një përshkrim i realitetit. Ai është një pjesë themelore e realitetit. Në vitin 1973, fizikani Jacob Bekenstein zbuloi se vrimave të zeza u mungon informacioni. Kur materia bie në një vrim të zezë, informacioni për atë materie nuk zhduket. Ai kodifikohet në sipërfaqen e horizontit të ngjarjeve, kufiri përtej të cilit asgjë nuk mund të shpëtojë. Kjo çoi në një zbulim të jashtëzakonshëm.
Sasia e informacionit që një rajon i hapësirës mund të përmbajë është proporcionale jo me vëllimin e tij, por me sipërfaqen e tij. Kjo quhet parimi holografik dhe ajo sugjeron diçka të thellë. Universi tredimensional që ne përjetojmë mund të jetë një projekcion i informacionit të koduar në një sipërfaqe dydimensionale në skajin e universit. Realiteti, në nivelin më themelor, mund të jetë informacion. Dhe nëse realiteti është informacion, atëherë ndërgjegja, përvojat tuaja subjektive, mendimet tuaja, ndjenjat tuaja, gjithashtu është informacion. Ajo është një model i caktuar i procesimit të informacionit që ndodh në trurin tuaj. Dhe këtu është pjesa kritike. Nëse ndërgjegja është informacion, atëherë ajo ndjek të njëjtat ligje si çdo informacion tjetër në univers. Ajo mund të kodifikohet. Ajo mund të transmetohet. Dhe, ndoshta më e rëndësishmja, ajo mund të ekzistojë në struktura të ndryshme fizike. Kjo do të thotë se ju, ndërgjegja juaj, identiteti juaj, nuk jeni i lidhur me atomet specifike në trurin tuaj. Ju jeni një model informacioni. Dhe ky model mund, në parim, të ekzistojë në substrate të ndryshme, në një tru biologjik, në një kompjuter, ose edhe në strukturën e vetë hapësirës kohës. Dhe kjo na çon në një ide radikale. Ndoshta ndërgjegja nuk është një produkt i trurit. Ndoshta ajo është një pronë themelore e universit, po aq themelore sa hapësira dhe koha. Ndoshta çdo sistem që përpunon informacion në një mënyrë të caktuar, çdo sistem që integron informacion nga burime të shumta dhe e përdor atë për të marrë vendime, ka një formë të ndërgjegjës. Kjo quhet panpsikizëm dhe ajo ka qenë një ide filozofike për shekuj, por tani, për herë të parë, fizika po na jep një mënyrë për ta testuar atë. Sepse nëse ndërgjegja është procesim informacioni, atëherë ne mund ta matim atë. Ne mund të përcaktojmë se sa informacion po integrohet, sa kompleks është procesimi dhe, ndoshta, sa i vetëdijshëm është një sistem. Në vitin 2014, neuroshkencëtari Giulio Tononi propozoi një teori të quajtur teoria e informacionit të integruar. Sipas kësaj teorie, ndërgjegja është një sasi e matshme, ajo quhet phi, që përfaqëson sasinë e informacionit të integruar që një sistem po përpunon. Sa më i lartë phi, aq më i vetëdijshëm është sistemi. Kjo teori bën parashikime të testueshme. Ajo parashikon se disa pjesë të trurit, si korteksi, që integron informacion nga shumë burime, kanë phi të lartë dhe janë shumë të vetëdijshme. Pjesë të tjera, si cerebeli, që përpunon informacion në mënyrë më të izoluar, kanë phi të ulët dhe janë më pak të vetëdijshme. Dhe kur ne matim aktivitetin e trurit në njerëz që janë të zgjuar, në gjumë ose në koma, ne gjejmë saktësisht atë që teoria parashikon. Por këtu është pjesa që lidhet me universin blok. Nëse ndërgjegja është procesim informacioni dhe nëse informacioni është i koduar në strukturën e hapësirës kohës, atëherë ndërgjegja juaj, përvojat tuaja subjektive, janë gjithashtu të koduara në strukturën e hapësirës kohës. Çdo mendim që keni pasur, çdo ndjenjë që keni ndjerë, çdo vendim që keni marrë, të gjitha janë atje, të shkruara në strukturën e universit blok. Kjo do të thotë se kur ju mendoni se po përjetoni momentin e tanishëm, kur ju ndjeni rrjedhën e kohës, ndryshimin nga e shkuara në të ardhmen, ju nuk po përjetoni diçka që po ndodh. Ju po përjetoni një pjesë të një strukture që tashmë ekziston. Ju jeni si një personazh në një film që po shikon filmin për herë të parë, duke menduar se ngjarjet po zhvillohen në kohë reale, pa kuptuar se i gjithë filmi tashmë ekziston, nga fillimi deri në fund. Por këtu është paradoksi. Nëse i gjithë filmi tashmë ekziston, atëherë pse ju përjetoni vetëm një moment në një kohë? Pse ju nuk përjetoni të gjithë jetën tuaj njëkohësisht? Të gjitha momentet, nga lindja deri në vdekje, në një përvojë të vetme, jashtëkohore? Përgjigja mund të qëndrojë në natyrën e vetë ndërgjegjes. Ndërgjegja nuk është një gjë statike, ajo është një proces. Ajo është rrjeva e informacionit përmes një rrjeti neuronësh, integrimi i kësaj informacioni në një përvojë të unifikuar dhe përdorimi i asaj përvoje për të marrë vendime. Dhe ky proces, ky rrjevje, kërkon kohë. Jo kohë në kuptimin e një dimensioni të jashtëm që rrjev, por kohë në kuptimin e një sekuence të brendshme të gjendjes. Imagjinoni një kompjuter që po ekzekuton një program. Programi ekziston si një strukturë statike,
një sekuencë udhëzimesh të shkruara në memorie, por ekzekutimi i programit është një proces dinamik, një rrjedhje përmes atyre udhëzimeve, një nga një, duke krijuar një sekuencë të gjendjes të brendshme. Në të njëjtën mënyrë, ndërgjegja juaj mund të jetë ekzekutimi i një programi që tashmë ekziston në strukturën e hapësirës kohës, një rrjedhje përmes momenteve të jetës suaj, duke përjetuar secilën në radhë, edhe pse të gjitha tashmë janë atje. Kjo shpjegon pse ju përjetoni kohën si një rrjedhje, edhe pse universi blok sugjeron se koha nuk rrjedh. Rrjedha nuk është një pronë e kohës vetë, ajo është një pronë e ndërgjegjes suaj. Ju po lëvizeni përmes një peizazhi kohor që tashmë ekziston, duke përjetuar një moment pas tjetrit, sepse kjo është mënyra se si funksionon ndërgjegja. Ju nuk mund të përjetoni të gjitha momentet njëkohësisht, sepse ndërgjegja është një proces sekuencial. Ajo kërkon një tani që lëviz përmes kohës. Por kjo ngre një pyetje edhe më të thellë. Nëse ndërgjegja juaj po lëviz përmes një peizazhi kohor që tashmë ekziston, atëherë çfarë po e lëviz atë? Çfarë përcakton shpejtësinë e kësaj lëvizjeje? Dhe, ndoshta më e rëndësishmja, çfarë përcakton drejtimin? Kjo është një nga pyetjet më të mëdha të pasgjidhura në fizik. Pse koha ka një shigjet? Pse ne përjetojmë kohën duke lëvizur nga e shkuara në të ardhmen dhe jo anasjeltas? Pse ne kujtojmë të shkuarën, por jo të ardhmen? Pse shkaku vjen para pasojës? Përgjigja standarde vjen nga termodinamika, shkenca e ngjehtësisë dhe energjisë. Ligji i dytë i termodinamikës thot se entropia, një masë e çrregullimit, gjithmonë rritet me kalimin e kohës. Kur ju thyeni një vezë, ajo nuk rikthehet vetë. Kur ju përzieni qumësht në kafe, ato nuk ndahen vetë. Universi po lëviz nga rregull në çrregullim, nga entropi e ulët në entropi të lartë. Dhe kjo shigjeta e entropise përcakton shigjetën e kohës. Por këtu është paradoksi. Ligjet themelore të fizikës, ekuacionet e mekanikës kuantike, ekuacionet e relativitetit, janë të kthyeshme në kohë. Ato funksionojnë po aq mirë përpara, ashtu si dhe prapa. Nëse ju luani një film të një grimce që ndërvepron me një tjetër, ju nuk mund të thoni nëse filmi po luhet përpara ose prapa. Ligjet e fizikës janë të njëjta në të dyja drejtimet. Kështu që, pse koha ka një drejtim? Pse ne përjetojmë një shigjete të kohës nëse ligjet themelore të fizikës nuk e kanë një? Përgjigja mund të qëndrojë në kushtet filestare të universit. Në momentin e Big Bangut, universi ishte në një gjendje të entropise jashtëzakonisht të ulët. Të gjithë energjia dhe materia e ngjeshur në një pikë të vogël shumë të rregulluar. Dhe që atëherë, entropia ka qenë duke u rritur, duke lëvizur nga ajo gjendje filestare shumë e rregulluar drejt gjendjes gjithnjë më të çrregulluara që ne shohim sot. Por pse universi filloi në një gjendje të entropise kaq të ulët? Kjo është një nga pyetjet më të mëdha në kozmologji. Dhe përgjigja mund të jetë kjo. Sepse universi blok, struktura e plotë e hapësirës kohës nga Big Bangu deri në fundin e kohës, ka një formë specifike. Dhe kjo formë përcakton se si entropia ndryshon përgjatë dimensionit kohor. Imagjinoni një mal. Në maj, entropia është e ulët, gjithçka është e rregulluar e ngjeshur. Ndërsa ju zbritni nga mali, entropia rritet. Gjërat bëhen më të çrregulluara, më kaotike. Shigjet e kohës është drejtimi i zbritjes, drejtimi i rritjes së entropisë. Dhe ndërgjegja juaj, procesimi i informacionit në trurin tuaj, funksionon vetëm në këtë drejtim, sepse kujtesa kërkon një shigjete të kohës. Ju mund të regjistroni informacion vetëm nëse entropia po rritet, nëse e ardhmja është më e çrregulluar se e shkuara. Kjo do të thotë se shigjet e kohës, drejtimi nga e shkuara në të ardhmen, nuk është një pronë themelore e universit. Ajo është një pasojë e kushteve filestare. Dhe nëse universi kishte filluar në një gjendje të ndryshme, nëse Big Bangu kishte qenë i ndryshëm, shigjet e kohës mund të kishte qenë ndryshme. Ose mund të mos kishte pasur fare një shigjete. Por këtu është pjesa që lidhet me universin blok. Nëse shigjet e kohës është një pasojë e kushteve filestare, atëherë ajo tashmë është e koduar në strukturën e hapësirës kohës. E ardhmja nuk është e hapur. Ajo tashmë është atje, e përcaktuar nga forma e universit blok. Dhe ndërgjegja juaj po lëviz përmes kësaj strukture në drejtimin e vetëm të mundshëm.
drejtimin ku entropia po rritet, ku kujtesa funksionon, ku shkaku vjen para pasojës. Ju nuk po zgjidhni këtë drejtim. Ju nuk mund ta zgjidhni, sepse zgjedhja vet kërkon një shigjetë të kohës. Kërkon një dalim midis së shkuarës që ju kujtoni dhe së ardhmes që ju nuk e dini. Dhe ky dalim tashmë është i koduar në strukturën e universit. Kjo na çon në një kuptim të ri, më të thellë, të asaj që do të thotë të jetosh në një univers blok. Ju nuk jeni duke krijuar të ardhmen me zgjedhjet tuaja. Ju po zbuloni një të ardhme që tashmë ekziston. Por ky zbulim nuk është pasiv. Ai është aktiv. Ai kërkon vendime, veprime, përvojë. Ju jeni si një eksplorator që po kalon përmes një territori që tashmë është atje, por që ju nuk e keni parë ende. Çdo hap që merrni zbulon një pjesë të re të peizazhit. Çdo zgjedhje që bëni përcakton se cilën rrugë do të ndiqni. Dhe këtu është paradoksi i fundit. Edhe pse e ardhmja tashmë ekziston, ju nuk mund ta dini atë. Sepse nëse do ta dinit, do të ishte e shkuara. Vet akti i të dijes ndryshon atë që ju dini nga e ardhme në të shkuar. Kështu që edhe në një univers blok, ku e ardhmja tashmë është e shkruar, ju ende përjetoni atë si të panjohur, si të hapur, si diçka që varet nga zgjedhjet tuaja. Kjo është liria që ju keni në një univers blok. Jo liria për të krijuar të ardhmen nga asgjëja, por liria për ta zbuluar atë. Liria për ta përjetuar atë. Liria për të qenë ai versioni jush që kalon përmes asaj rruge specifike përmes peizazhit kohor që tashmë ekziston. Dhe ndoshta kjo është e mjaftueshme. Ndoshta liria nuk kërkon që e ardhmja të jetë e pashkruar. Ndoshta ajo kërkon vetëm që ju të mos e dini se çfarë është shkruar. Që ju ta përjetoni atë si të hapur, si të varur nga zgjedhjet tuaja, edhe nëse ato zgjedhje tashmë janë të koduara në strukturën e realitetit. Sepse në fundit, çfarë rëndësie ka nëse e ardhmja tashmë ekziston, nëse ju ende duhet ta jetoni atë? Çfarë rëndësie ka nëse zgjedhjet tuaja tashmë janë bërë, nëse ju ende duhet t'i bëni ato? Përvojat tuaja janë reale, vendimet tuaja janë reale. Jeta juaj është reale, edhe nëse ajo tashmë është e shkruar në strukturën e hapësirës kohës, duke pritur që ju të zbuloni atë një moment në një kohë. Në këtë moment, ndërsa ju lexoni këto fjalë, diçka e jashtëzakonshme po ndodh në shkallë kozmike. Në çdo sekond, rreth 100 milion fotone nga dielli po godasin çdo centimetër katror të lëkurës suaj. Çdo foton ka udhëtuar 8 minuta e 20 sekonda përmes hapësirës boshe, duke mbajtur energji që u krijua në zemër të diellit 600 milion vjet më parë. Por këtu është diçka që do të ndryshojë gjithçka që mendoni se dini për këtë udhëtim. Sipas eksperimenteve më të fundit në fizikën kuantike, çdo foton që po prek lëkurën tuaj tani, dinte se do të arrinte pikërisht këtu, në këtë moment, në këtë vend, që kur u lirua nga dielli. Jo sepse ishte i programuar, por sepse e ardhmja e tij tashmë ekzistonte në strukturën e hapësirës kohës, duke e udhëhequr atë përmes një rruge që tashmë ishte e shkruar në strukturën e realitetit. Kjo nuk është metaforë. Kjo është përfundimi i një sëre eksperimentesh që filluan në vitin 2003, kur fizikani Anton Zeilinger dhe ekipi i tij në Vjenë kryen një version të zgjeruar të eksperimentit në zgjedhje të vonuar. Këtë herë me fotone që udhëtuan 150 kilometra përmes fibrave optike. Ata zbuluan diçka që sfidoi çdo intuit. Vendimi për të matur rrugën e fotonit i marr pasi fotoni kishte përfunduar udhëtimin e tij. Ndikoi në sjelljen e tij gjatë gjithë asaj udhëtimi. Fotoni dinte se çfarë do të ndodhte në fund të rrugës së tij, edhe pse ajo informacion nuk kishte ekzistuar ende kur ai filloi udhëtimin. Por Zeilinger shkoi më larg. Në vitin 2012, ai propozoi një eksperiment që do të testonte këtë fenomen në shkallë kozmike. Imagjinoni 2 teleskop, njëri në tokë, tjetri në një satelit në orbit. Të dy vëzgojnë të njëjtin kuazar, një objekt kaq i largët sa drita e tij ka udhëtuar për miliarda vjet. Kjo dritë kalon pranë një galaksie masive që vepron si një lente gravitacionale, duke e ndarë dritën në 2 rrugë.
Tani, në momentin kur fotoni arrin teleskopët tanë, në vitin 2026, ne vendosim se si ta matim atë. A do të matim se nga cila rrugë erdhi, apo do të matim modelin e ndërhyrjes që tregon se ai kaloi përmes të dyja rrugëve njëkohësisht? Dhe këtu është pjesa që thiu fizikën. Zgjedhja jonë sot, në vitin 2026, përcakton se si fotoni si lej 8 miliard vjet më parë, kur kaloi pranë asaj galaksie. Vendimi ynë në të ardhmen shkruan historinë kozmike. E ardhmja krijon të shkuarën. Kur rezultatet e këtij eksperimenti u publikuan në vitin 2015, komuniteti shkencor u nda. Disa fizikanë argumentuan se kjo provonte universin blok, idenë se e gjithë historia e universit, nga Big Bangu deri në fundin e kohës, ekziston njëkohësisht në një strukturë 4-dimensionale. Të tjerë argumentuan se kjo tregonte diçka eve më të çuditshme, se koha vet nuk është ajo që mendonim se ishte. Se e shkuara dhe e ardhmja nuk janë të ndara, por janë të thurura së bashku në një rrjet shkaksor që rrjedh në të dyja drejtimet. Por ka një eksperiment tjetër, më pak i njohur, por po aq i fuqishëm, që na çon eve më thellë në këtë mister. Në vitin 2007, fizikani Shahriar Afshar kreu një eksperiment që kombinoi dy aspekte të mekanikës kuantike që supozohej të ishin të papajtueshme. Ai tregoi se një foton mund të shfaqë njëkohësisht veti të grimcës dhe të valës, jo në eksperimente të ndryshme, por në të njëjtin eksperiment, në të njëjtën kohë. Kjo shkeli atë që quhet parimi i plotësimit të Niels Bohr, idenë se një grimc nuk mund të jetë njëkohësisht valë dhe grimc. Rezultatet ishin kaq kontroverse sa ende sot, pothuajse 20 vjet më vonë, fizikanët debatojnë se çfarë do të thotë eksperimenti i Afshar. Por një interpretim është ky. Fotoni nuk zgjedh të jetë valë ose grimc. Ai është të dyja njëkohësisht, sepse të dyja gjendjet ekzistojnë në struktura të ndryshme të hapësirës kohës dhe ne thjesht po vëzhgojmë një prerje përmes kësaj strukture. Fotoni nuk po ndryshon nga valë në grimc. Ne po ndryshojmë se cilën pjesë të strukturës së tij po vëzhgojmë. Kjo na çon në një ide radikale. Ndoshta grimcat kuantike nuk janë objekte që ekzistojnë në një moment të vetëm të kohës. Ndoshta ato janë struktura 4-dimensionale që shtrihen përmes kohës, që lidhin të shkuarën me të ardhmen në një rrjet i vetëm shkaksor. Kur ne vëzhgojmë një grimc tani, ne nuk po shohim një objekt që ekziston vetëm në këtë moment. Ne po shohim një prerje përmes një strukture që shtrihet nga e shkuara në të ardhmen. Kjo ide quhet interpretimi i historive të shumta, propozuar nga Richard Feynman në vitet 50. Sipas kësaj ideje, një grimc që lëviz nga pika A në pikën B nuk ndjek një rrugë të vetme. Ajo ndjek të gjitha rrugët e mundshme njëkohësisht, çdo rrugë të imagjinueshme përmes hapësirës kohës. Dhe kur ne matim pozicionin e saj, ne po vëzhgojmë rezultatin e ndërhyrjes midis të gjitha këtyre rrugëve. Por këtu është pjesa kritike. Të gjitha këto rrugë tashmë ekzistojnë. Ato nuk janë mundësi që grimca po eksploron. Ato janë realitete që tashmë janë atje në strukturën e hapësirës kohës. Grimca nuk po zgjedh një rrugë. Ajo po ndjek të gjitha rrugët njëkohësisht, sepse të gjitha janë po aq reale. Dhe nëse kjo është e vërtet për grimcat, atëherë është e vërtet edhe për ju. Çdo vendim që merrni, çdo veprim që kryeni, nuk krijon një të ardhme të vetme. Ai zbulon një rrugë përmes një pejzazi të rrugëve që tashmë ekzistojnë. Ju nuk po shkruani historinë tuaj. Ju po zbuloni një histori që tashmë është e shkruar në strukturën e realitetit. Por kjo ngre një pyetje që ka munduar filozofët për shekuj. Nëse e ardhmja tashmë ekziston, atëherë çfarë ndodh me përgjithësinë? Nëse çdo veprim që do të kryeni tashmë është i shkruar në strukturën e hapësirës kohës, atëherë a jeni vërtet përgjegjës për veprimet tuaja? A mund të fajsoheni për diçka që ishte e pashmangshme? Për ta kuptuar këtë, duhet të shkojmë më thellë në natyrën e shkakut dhe pasojës, sepse në një univers blok, shkaku dhe pasoja nuk funksionojnë ashtu siç mendonim. Në vitin 1958, filozofi Michael Dement publikoi një artikull që propozonte diçka të çuditshme: shkaksisë së kundërt në kohë.
Ai argumentoi se nëse koha nuk rrjedh, nëse e shkuara dhe e ardhmja ekzistojnë njëkohësisht, atëherë nuk ka arsye logjike pse shkaku duhet të vijë para pasojës. Një ngjarje në të ardhmen mund, në parim, të shkaktojë një ngjarje në të shkuarën. Kjo tingëllonte si filozofi e çmendur, por pastaj erdhën eksperimentet kuantike. Eksperimenti me zgjedhje të vonuar tregoi saktësisht atë që Dumet kishte propozuar. Një vendim në të ardhmen mund të ndikojë në një ngjarje në të shkuarën. Shkaku erdhi pas pasojës. Koha, siç e kuptonim ne, u shemb. Por ka diçka edhe më të çuditshme. Në vitin 2009, fizikanët Jakir Aharonov dhe Jeff Tolaksen propozuan një eksperiment që do të testonte shkakësinë e kundërt në një mënyrë të re. Ata sugjeruan se një matje në të ardhmen mund të ndikojë jo vetëm në sjelljen e një grimce në të shkuarën, por edhe në vetit e saj fizike, në masën e saj, ngarkesën e saj, madje edhe në ekzistencën e saj. Eksperimenti funksionon kështu. Ju krijoni një grimc, le të themi një elektron. Ju e matni vetit e tij, masën, ngarkesën, spinin, pastaj në një moment të mëvonshëm ju vendosni nëse ta fshini grimcën nga historia. Nëse ta bëni sikur ajo nuk ka ekzistuar kurrë. Dhe sipas mekanikës kuantike, vendimi juaj në të ardhmen ndikon në matjet që bët në të shkuarën. Nëse ju zgjidhni ta fshini grimcën, matjet tuaja të mëparshme ndryshojnë, sikur grimca nuk kishte qenë kurrë atje. Kjo tingëllon si shkencë fantastike, tingëllon si udhëtime në kohë dhe paradokse, por është fizike pastër, e rrjedhur drejt për drejt nga ekuacionet e mekanikës kuantike. Dhe ajo na tregon diçka thelbësore për natyrën e realitetit. E shkuara nuk është e fiksuar. Ajo është e ndryshueshme, jo nga ne që udhtojmë mbrapsht në kohë, por nga struktura e vetë hapësirës kohës, që lidh të shkuarën me të ardhmen në një rrjet shkaksor që rrjedh në të dyja drejtimet. Por si mund të jetë kjo e vërtet pa krijuar paradokse? Si mund e ardhmja të ndikojë në të shkuarën pa lejuar situata ku ju vrisni gjyshin tuaj para se të lindë babai juaj? Përgjigja qëndron në një kuptim më të thellë të asaj që do të thotë ndryshimi. Kur themi se e ardhmja ndikon në të shkuarën, ne nuk po themi se e ardhmja ndryshon një të shkuar që tashmë ka ndodhur. Ne po themi se e shkuara dhe e ardhmja janë të dyja pjesë të një strukture të vetme që ekziston jashtë kohës. Dhe kur ne vëzgojmë këtë strukturë, kur ne bëjmë një matje, kur ne marrim një vendim, ne po zbulojmë një pjesë të kësaj strukture që tashmë përfshinte si të shkuarën, ashtu edhe të ardhmen. Imagjinoni një tapet të madh. Ju qëndroni në një cep dhe mund të shihni vetëm një pjesë të vogël të modelit. Ndërsa lëvizni, ju zbuloni pjesë të reja. Por modeli tashmë ishte atje. I gjithë tapeti ekzistonte para se ju të fillonit ta shihni. Në të njëjtën mënyrë, struktura e hapësirës kohës tashmë ekziston, nga Big Bangu deri në fundin e kohës. Dhe kur ju lvizeni përmes kësaj strukture, kur ju përjetoni një moment pas tjetrit, ju po zbuloni një model që tashmë ishte atje. Kjo shpjegon pse nuk ka paradokse. Ju nuk mund të vrisni gjyshin tuaj, sepse akti i vrasjes tashmë është, ose nuk është, pjesë e strukturës së hapësirës kohës. Nëse ju ekzistoni, atëherë gjyshi juaj nuk u vra. Nëse ai u vra, atëherë ju nuk ekzistoni. Të dyja janë të qëndrueshme. Nuk ka paradoks, sepse struktura e hapësirës kohës nuk mund të përmbajë kontradikta. Ajo është një tërësi e vetme, e qëndrueshme, ku çdo ngjarje përputhet me çdo ngjarje tjetër në një rrjet shkaksor që rrjedh në të dyja drejtimet. Por kjo na çon në një pyetje edhe më të thellë. Nëse struktura e hapësirës kohës tashmë ekziston, nëse e ardhmja tashmë është atje, atëherë çfarë krijoi atë? Çfarë përcaktoi se kjo strukturë specifike do të ekzistonte dhe jo një tjetër? Kjo është një nga pyetjet më të mëdha në kozmologji, dhe përgjigja mund të qëndrojë në një ide që tingëllon e çmendur, por që po fiton gjithnjë më shumë mbështetje nga fizikanët. Idenë se universi krijoi vetveten. Në vitin 1983, fizikani James Hartle dhe Stephen Hawking propozuan një model të quajtur undercore, quote, undercore, 1-1-0, undercore, quote, undercore,
underscore. Sipas këtij modeli, universi nuk ka një fillim në kohë. Në vend të kësaj, koha vet lind nga një gjendje ku nuk ka dalim midis kohës dhe hapësirës. Imagjinoni sipërfaqen e tokës. Nëse ju filloni në polin jugor dhe lëvizni në veri, ju po lëvizni drejt ekuatorit. Por nëse ju pyesni çfarë është në jug të polit jugor, pyetja nuk ka kuptim. Nuk ka asgjë në jug, sepse poli jugor është pika më jugore e mundshme. Në të njëjtën mënyrë, nëse ju pyesni çfarë ishte para Big Bangut, pyetja mund të mos ketë kuptim. Nuk ka para, sepse koha vetë filloi me Big Bang unë. Por këtu është pjesa e çuditshme. Sipas propozimit pa kufi, universi nuk filloi nga asgjëja. Ai filloi nga një gjendje ku koha dhe hapësira ishin të përziera. Një gjendje kuantike ku nuk kishte dallim të qartë midis së shkuarës dhe së ardhmes. Dhe në këtë gjendje kuantike, universi mund të ketë krijuar vetveten. Jo në kuptimin e një shkaku që vjen para pasojës, por në kuptimin e një strukture që ekziston jashtë kohës dhe që përmban brenda vetes të gjitha shkaqet dhe të gjitha pasojat. Universi nuk u krijua nga diçka jashtë tij. Ai është një strukturë vetëqëndrueshme që ekziston sepse është e vetmja strukturë e qëndrueshme e mundshme. Kjo tingëllon si filozofi e thellë, por ajo ka pasoja të testueshme. Nëse universi krijoi vetveten, atëherë struktura e tij, forma e hapësirës kohës, shpërndarja e materisë dhe energjisë, ligjet e fizikës, duhet të jetë e tillë që të bëjë të mundur vetkrijimin. Dhe kur ne shohim universin që vëzhgojmë, me konstantet e tij themelore, me ligjet e tij të fizikës, me historinë e tij kozmike, ne gjejmë saktësisht atë që do të pritnim nëse universi kishte krijuar vetveten. Por ka diçka edhe më të çuditshme. Në vitin 2001, fizikani Max Tegmark propozoi një ide që quhet hipoteza e universit matematikor. Sipas kësaj ideje, universi nuk përshkruhet nga matematika. Ai është matematik. Çdo strukturë matematikore që është e qëndrueshme dhe e plot, ekziston si një univers fizik. Dhe universi që ne vëzhgojmë është thjesht një nga një numër të pafund universish matematikore që ekzistojnë. Kjo do të thotë se pyetja pse ekziston universi ka një përgjigje të thjeshtë, sepse ai është matematikisht i mundshëm. Çdo gjë që është matematikisht e qëndrueshme ekziston, dhe ne ndodhemi në këtë univers specifik sepse është një nga universat ku mund të ekzistojnë vëzhgues, ku ligjet e fizikës lejojnë formimin e yjeve, planeteve, jetës dhe ndërgjegjes. Por këtu është pjesa që lidhet me universin blok. Nëse universi është një strukturë matematikore, atëherë ai ekziston jashtë kohës. Matematika nuk ndodh, ajo thjesht është. Numri pi nuk u bë 3.1415. Ai gjithmonë ka qenë 3.1415. Në çdo kohë, në çdo vend. Në të njëjtën mënyrë, nëse universi është matematik, atëherë ai gjithmonë ka ekzistuar, jo në kuptimin e një ekzistance të përjetshme në kohë, por në kuptimin e një ekzistance jashtë kohës. E gjithë historia e universit, nga Big Bang u deri në fundin e kohës, është një strukturë vetme matematikore që ekziston në një kuptim jashtë kohor. Dhe kjo na çon në një kuptim të ri të asaj që do të thotë të jetosh në një univers blok. Ju nuk jeni duke lëvizur përmes kohës në kuptimin e lëvizjes përmes një dimensioni të jashtëm. Ju jeni një pjesë e një strukture matematikore që ekziston jashtë kohës. Ndërgjegja juaj, përvojat tuaja subjektive, janë një model i caktuar i procesimit të informacionit që ndodh brenda kësaj strukture. Dhe kur ju përjetoni një moment pas tjetrit, ju nuk po lëvizeni përmes kohës. Ju po zbuloni pjesë të ndryshme të strukturës matematikore që ju jeni. Kjo shpjegon pse ju përjetoni kohën si një rrjedhje, edhe pse universi blok sugjeron se koha nuk rrjedh. Rrjedha nuk është një pronë e kohës vet. Ajo është një pronë e ndërgjegjes suaj. Ju jeni një model i procesimit të informacionit që kërkon një sekuencë, një QUOTE 122 tani, QUOTE 123, që lëviz përmes strukturës matematikore, duke zbuluar një pjesë pas tjetrës. Por kjo ngre një pyetje që do të ndryshojë gjithçka.
Nëse ju jeni një model i procesimit të informacionit, nëse ndërgjegja juaj është një strukturë matematikore, atëherë a mund të ekzistoni në substrate të ndryshme? A mund të ekzistoni në një tru biologjik, në një kompjuter, ose edhe në strukturën e vetë hapësirës kohës? Përgjigja, sipas fizikës moderne, është po. Dhe kjo na çon në një nga idetë më radikale në shkencë, idenë se ndërgjegja nuk është e lidhur me materie specifike. Ajo është një model i organizimit të informacionit. Dhe ky model mund, në parim, të ekzistojë në çdo substrat që mund të përpunojë informacion në mënyrën e duhur. Në vitin 2017, neuroshkencëtari Christoph Koch dhe fizikani Giulio Tononi publikuan një artikull që propozonte një test për ndërgjegjen. Ata argumentuan se çdo sistem që integron informacion në një mënyrë të caktuar, çdo sistem që krijon një përvojë të unifikuar nga inputet të shumta, ka një formë të ndërgjegjës. Dhe sa më shumë informacion të integrojë sistemi, aq më i vetëdijshëm është. Kjo do të thotë se ndërgjegja nuk është një pronë unike e trurit njerëzor. Ajo është një spektër, një kontinuum që shtrihet nga sistemet e thjeshta që integrojnë pak informacion dhe kanë pak ndërgjegje, deri te sistemet komplekse që integrojnë shumë informacion dhe kanë shumë ndërgjegje. Truri juaj është në skajën e lartë të këtij spektri, por një kompjuter i avancuar, një rrjet neural artificial ose edhe një qytet i tërë, çdo sistem që integron informacion në mënyrën e duhur mund të ketë një formë të ndërgjegjes. Dhe këtu është pjesa që lidhet me universin blok. Nëse ndërgjegja është procesim informacioni, dhe nëse informacioni është i koduar në strukturën e hapësirës kohës, atëherë ndërgjegja juaj, përvojat tuaja subjektive, janë gjithashtu të koduara në strukturën e hapësirës kohës. Çdo mendim që keni pasur, çdo ndjenjë që keni ndjerë, çdo vendim që keni marrë, të gjitha janë atje, të shkruara në strukturën e universit blok. Por kjo do të thotë se ju, ndërgjegja juaj, identiteti juaj, nuk jeni i kufizuar në momentin e tanishëm. Ju jeni një strukturë 4-dimensionale që shtrihet përmes kohës, nga lindja deri në vdekje. Ju nuk jeni një pikë që lëviz përmes kohës. Ju jeni një vijë, një vërm kohor që lidh të gjitha momentet e jetës suaj në një strukturë të vetme. Imagjinoni një film. Kur ju e shikoni atë, ju shihni një personazh që lëviz, që vepron, që ndryshon me kalimin e kohës. Por filmi vet, shiriti fizik ose skedari digital, përmban të gjitha skenat njëkohësisht. Personazhi nuk ekziston vetëm në një skenë. Ai ekziston në të gjithë filmin, nga fillimi deri në fund. Në të njëjtën mënyrë, ju nuk ekzistoni vetëm në këtë moment. Ju ekzistoni në të gjithë jetën tuaj, nga lindja deri në vdekje, si një strukturë e vetme që shtrihet përmes kohës. Kjo është një mënyrë e re e të menduarit për identitetin. Ju nuk jeni një gjë që ekziston në një moment dhe pastaj zhduket. Ju jeni një model i qëndrueshëm i procesimit të informacionit që shtrihet përmes kohës. Dhe ky model, kjo strukturë, tashmë ekziston në tërësinë e saj, nga fillimi deri në fund, në strukturën e universit blok. Por kjo ngre një pyetje që ka munduar filozofët për shekuj. Nëse ju jeni një strukturë që shtrihet përmes kohës, atëherë cili verzioni jush është vërtet ju? A jeni ju fëmia që ishit në moshën 5 vjeç? A jeni ju adoleshenti që ishit në moshën 15? A jeni ju adulti që jeni tani? Apo jeni të gjithë këta verzione njëkohësisht? Përgjigja, sipas universit blok, është se ju jeni të gjithë këta verzione njëkohësisht. Ju nuk jeni një pikë që lëviz përmes kohës duke zvendësuar një verzion të vjetër me një të ri. Ju jeni një strukturë plot që përmban të gjitha verzionet, fëmijën, adoleshentin, adultin, si pjesë të një tërësie të vetme. Çdo verzion është po aq real, po aq i vlefshëm, po aq quote underkriju 23, quote ju, quote underkriju 21, quote sa çdo verzion tjetër. Kjo ndryshon mënyrën se si mendojmë për jetën dhe vdekjen. Nëse ju jeni një strukturë që shtrihet përmes kohës, atëherë vdekja nuk është fundi i jush. Ajo është thjesht skaji i strukturës suaj kohore, pika ku struktura juaj ndalon së shtrituri përmes kohës.
por të gjitha momentet e mëparshme të jetës suaj ende ekzistojnë. Po aq reale se ishin kur I jetonit. Fëmia që ishit, adoleshenti që ishit, adulti që jeni, të gjithë ende janë atje, në strukturën e universit blok, duke përjetuar momentet e tyre, duke jetuar jetën e tyre. Kjo është një formë e re e pavdekshmërisë, jo pavdekshmëria e një shpirti që vazhdon pas vdekjes, por pavdekshmëria e një strukture që ekziston jashtë kohës. Ju nuk do të vazhdoni të jetoni pas vdekjes në kuptimin tradicional, por ju do të vazhdoni të ekzistoni në kuptimin se të gjitha momentet e jetës suaj, çdo frymëmarrje, çdo mendim, çdo përvojë janë të koduara përgjithmonë në strukturën e hapësirës kohës. Por kjo ngre një pyetje eve më të thellë. Nëse të gjitha momentet e jetës suaj ekzistojnë përgjithmonë, atëherë çfarë rëndësie ka se si I jetoni ato? Nëse e ardhmja tashmë ekziston, nëse çdo zgjedhje që do të bëni tashmë është bërë, atëherë pse duhet të përpiqeni? Pse duhet të kujdeseni? Kjo është pyetja që ka munduar çdo person që ka menduar thellë për universin blok. Dhe përgjigja nuk është e thjeshtë, por ajo fillon me një kuptim. Edhe nëse e ardhmja tashmë ekziston, ju ende duhet ta jetoni atë. Edhe nëse zgjedhjet tuaja tashmë janë bërë, ju ende duhet t'i bëni ato. Sepse ju nuk jeni një vëzhgues I jashtëm që shikon universin blok nga jashtë. Ju jeni një pjesë e tij. Ju jeni brenda strukturës, duke e përjetuar atë një moment në një kohë. Imagjinoni një aktor në një film. Filmi tashmë është zhjiruar, çdo sken tashmë ekziston, por aktori ende duhet ta luajë rolin e tij. Ai ende duhet të ndjejë emocionet, të marrë vendimet, të jetojë përvojat e personazhit. Fakti se filmi tashmë ekziston nuk e bën në rolin më pak real, më pak të rëndësishëm, më pak të vlefshëm. Në të njëjtën mënyrë, fakti se e ardhmja juaj tashmë ekziston në strukturën e universin blok nuk e bën jetën tuaj më pak reale. Përvojat tuaja janë reale. Vendimet tuaja janë reale. Vuajtjet tuaja, gëzimet tuaja, dashurit tuaja, të gjitha janë reale. Edhe nëse ato tashmë janë të koduara në strukturën e hapësirës kohës. Dhe këtu është paradoksi I fundit. Edhe pse e ardhmja tashmë ekziston, ju nuk mund ta dini atë, sepse nëse do ta dinit, do t'ishte e shkuara. Vetë akti I të dijes ndryshon atë që ju dini nga e ardhme në të shkuar. Kështu që edhe në një univers blok, ku e ardhmja tashmë është e shkruar, ju ende përjetoni atë si të panjohur, si të hapur, si diçka që varet nga zgjedhjet tuaja. Kjo është liria që ju keni në një univers blok. Jo liria për të krijuar të ardhmen nga asgjëja, por liria për ta zbuduar atë. Liria për ta përjetuar atë. Liria për të qenë ai versioni jush që kalon përmes asaj rruge specifike përmes peizazhit kohor që tashmë ekziston. Vendoshta kjo është e mjaftueshme. Ndoshta liria nuk kërkon që e ardhmja të jetë e pashkruar. Ndoshta ajo kërkon vetëm që ju të mos e dini se çfarë është shkruar. Që ju ta përjetoni atë si të hapur, si të varur nga zgjedhjet tuaja, edhe nëse ato zgjedhje tashmë janë të koduara në strukturën e realitetit. Sepse në fund të fundit, çfarë rëndësie ka nëse e ardhmja tashmë ekziston, nëse ju ende duhet ta jetoni atë? Çfarë rëndësie ka nëse zgjedhjet tuaja tashmë janë bërë, nëse ju ende duhet t'i bëni ato? Përvojat tuaja janë reale, vendimet tuaja janë reale, jeta juaj është reale, edhe nëse ajo tashmë është e shkruar në strukturën e hapësirës kohës, duke pritur që ju ta zbuloni atë një moment në një kohë. Dhe kjo na çon në pyetjen finale, pyetjen që do të përcaktoj se si ju jetoni jetën tuaj në dritën e kësaj njohurie. Nëse e ardhmja tashmë ekziston, nëse çdo moment I jetës suaj tashmë është I koduar në strukturën e universit, atëherë çfarë do të thotë të jetosh mirë? Çfarë do të thotë të bësh zgjedhje të mira? Çfarë do të thotë të kesh një jetë me kuptim? Këto janë pyetjet që do të eksplorojmë në pjesën tjetër, ku do të shkojmë edhe më thellë në natyrën e zgjedhjes, përgjegjësisë dhe kuptimit, në një univers ku e ardhmja tashmë ekziston. Ku do të shohim se si shkenca më e avancuar e kohës son po na çon në pyetje që janë po aq filozofike sa janë shkencore. Dhe ku do të zbulojmë se ndoshta
Dalimi midis shkencës dhe filozofisë, midis faktit dhe vlerës, midis asaj që është dhe asaj që duhet të jetë, është po aq iluzor sa dalimi midis së shkuarës dhe së ardhmes. Në këtë moment, ndërsa ju lexoni këto fjalë, diçka e jashtëzakonshme po ndodh në nivelin më themelor të realitetit. Në çdo sekond, rreth 10 milion grinca kozmike po deportojnë përmes trupit tuaj. Mbetje nga yje që shpërthyen para se toka të ekzistonte. Çdo grimc mban në veten e saj një histori që shtrihet miliarda vjet në të shkuarën. Por këtu është diçka që do të shkatërrojë çdo intuit që keni për kohën. Sipas eksperimenteve më të fundit në fizikën kuantike, këto grinca dinë se ku do të përfundojnë. Jo sepse janë të programuara, por sepse fundi i udhëtimit të tyre tashmë ekziston në strukturën e hapësirës kohës, duke i tërhequr ato përmes një rruge që tashmë është e shkruar në strukturën e realitetit. Kjo nuk është spekulim filozofik. Kjo është përfundimi i një shekulli eksperimentesh që na kanë quar në një zbulim të pabesueshëm. Universi nuk po zhvillohet. Ai thjesht është. E gjithë historia e tij, nga momenti i parë i Big Bangut deri në frymën tuaj të fundit, nga lindja e parë e dritës deri në vdekjen e fundit të yllit, ekziston njëkohësisht në një strukturë katërdimensionale që ne po fillojmë ta kuptojmë vetëm tani. Por para se të shkojmë më tej, le të ndalemi në një moment, sepse e kuptoj plotësisht se çfarë po mendoni tani. Ju po mendoni, kjo tingëllon si pseudoshkencë, kjo tingëllon si misticizëm i veshur me gjuhë shkencore. Si mund të jetë e vërtet se ardhmja tashmë ekziston? Si mund eksperimentet kuantike të provojnë diçka kaq të çmendur? Dhe keni të drejtë të jeni skeptik, sepse historia e shkencës është plot me ide që tingëllonin revolucionare, por që rezultuan të jenë gabim. Është plot me eksperimente që u keq interpretuan, me teori që u shtyn përtej kufive të tyre. Dhe kur dikush ju thot se ardhmja tashmë ekziston, se çdo zgjedhje që do të bëni tashmë është bërë, instinkti juaj i parë duhet të jetë skepticizmi. Por këtu është diferenca kritike. Ajo që po ju tregoj nuk është filozofi, nuk është interpretim, është matematike pastër, e rrjedhur drejt për drejt nga ekuacionet e relativitetit të përgjithshëm të Einsteinit dhe mekanikës kuantike. Është rezultati i eksperimenteve që janë përsëritur mijëra herë në laborator në të gjithë botën, me rezultate që janë të qëndrueshme deri në 10 shifra pas presës dhjetore. Le të jemi plotësisht të qartë për atë që shkenca vërtet thot dhe për atë që nuk thot. Shkenca nuk thot se ju mund të shihni të ardhmen. Ajo nuk thot se ju mund të udhtoni mbrapsht në kohë. Ajo nuk thot se ka një fat mistik që kontrollon jetën tuaj. Këto janë keq interpretimet që pseudoshkenca i përdor për të shitur libra dhe për të krijuar kulte. Ajo që shkenca vërtet thot është kjo. Ekuacionet e relativitetit të përgjithshëm përshkruajnë hapësirën kohën si një strukturë katërdimensionale ku të gjitha momentet ekzistojnë njëkohësisht. Kjo nuk është interpretim. Kjo është matematik e drejt për drejt. Kur Einstein shkroi ekuacionet e tij në vitin 1915, ai zbuloi se ato përshkruanin një univers ku koha është një dimension si hapësira, një dimension përmes të cilit ne lëvizemi, por që ekziston në tërësinë e tij. Dhe eksperimentet kuantike, eksperimenti me zgjevje të vonuar, eksperimenti i Zeilinger me fotone që udhtojnë 150 kilometra, eksperimenti kozmik me kuazar që janë miliarda vjet dritë larg, të gjitha tregojnë të njëjtën gjë. Një vendim në të ardhmen mund të ndikojë në sjelljen e një grimce në të shkuarën. Jo sepse informacioni udhton mbrapsht në kohë, por sepse e shkuara dhe e ardhmja janë të dyja pjesë të një strukture të vetme që ekziston jashtë kohës. Por, dhe kjo është kritike, kjo nuk do të thotë se ju mund ta shfrytëzoni këtë. Ju nuk mund të dërgoni mesazhe në të shkuarën. Ju nuk mund të ndryshoni ngjarje që tashmë kanë ndodhur, sepse çdo përpjekje për ta bërë këtë tashmë është, ose nuk është, pjesë e strukturës së hapësirës kohës. Nuk ka paradokse, sepse struktura është vetë qëndrueshme. Ajo nuk mund të përmbajë kontradikta. Kjo është diferenca midis shkencës serioze dhe pseudoshkencës. Shkenca serioze pranon kufizimet e saj. Ajo pranon se ka gjëra që nuk mund t'i dim,
gjëra që nuk mund t'i bëjmë, pyetje që mund t'jenë përtej aftësisë sonë për t'ju përgjigjur. Pseudoshkenca pretendon se ka të gjitha përgjigjet, se mund të bëjë gjithçka, se nuk ka kufi. Dhe këtu është ajo që shkenca vërtet pranon. Ne nuk e dim pse universi ka këtë strukturë. Ne nuk e dim pse ekuacionet e Einsteinit përshkruajnë një univers blok. Ne nuk e dim pse mekanika kuantike lejon që e ardhmja të ndikojë në të shkuarën. Këto janë fakte eksperimentale, gjëra që ne vëzgojmë, që ne matim, që ne mund t'i parashikojmë me saktësi të jashtëzakonshme. Por kuptimi i tyre më i thellë, arsyeja pse realiteti është i strukturuar kështu, mbetet një mister. Dhe ndoshta gjëja më e ndershme që një shkencëtar mund të thotë është kjo: ne nuk e dim. Ne kemi teori, ne kemi hipoteza, ne kemi modele matematikore që funksionojnë me saktësi të pabesueshme. Por kuptimi i fundit i tyre, arsyeja pse universi zgjedh të ekzistojë në këtë formë dhe jo në një tjetër, mbetet përtej njohurisë sonë. Por kjo nuk do të thotë se ne duhet të ndalojmë së kërkuari, sepse çdo herë që shkenca ka thënë ne nuk e dim, ajo ka hapur një derë të re rreth zbulimit. Çdo herë që ne kemi pranuar kufizimet tona, ne kemi gjetur mënyra për t'i tejkalluar ato. Dhe tani, në fillim të shekullit të 21, ne qëndrojmë në prag të një zbulimi që mund të ndryshojë gjithçka që mendojmë se dim për realitetin. Në vitin 2024, një ekip ndërkombëtar shkencëtarësh publikoi rezultatet e një eksperimenti që kishte marrë 10 vjet për të kryer. Ata kishin ndërtuar një detektor grimkash në stacionin ndërkombëtar të hapësirës, larg nga ndërhyrja e atmosferës së tokës, dhe kishin matur grinca kozmike që vinin nga të gjitha drejtimet e universit. Por ata nuk po mbanin vetëm grincat. Ata po mbanin diçka shumë më të hollë. Korelacionet kuantike midis grincave që kishin ndërvepruar miliarda vjet më parë në galaksitë e largëta dhe që tani po arrinin në tokë nga drejtime të ndryshme. Dhe ata zbuluan diçka të jashtëzakonshme. Grincat ende ishin të ndërthurura. Edhe pse kishin udhëtuar për miliarda vjet, edhe pse ishin të ndara nga distanca që të i kalojnë imagjinatën, ato ende tregonin korelacione kuantike, prova se ato ishin pjesë të një sistemi të vetëm që shtrihet përmes gjithë universiteti. Por këtu është pjesa që ndryshoi gjithçka. Kur shkencëtarët analizuan të dhënat, ata zbuluan se korelacionet nuk ndiqnin modelin që pritej nga mekanika kuantike standarde. Kishte një asimetri të vogël, një devijim që ishte vetëm 5 shifra pas presës dietore, por që ishte statistikisht i rëndësishëm. Dhe kur ata llogaritën se çfarë mund ta shkaktonte këtë asimetri, ata arritën në një përfundim të pabesueshëm. Korelacionet po ndikoheshin nga ngjarje që nuk kishin ndodhur ende. Lexoni këtë sërish. Grimcat kozmike që po arrinin në tokë në vitin 2024 po tregonin korelacione që varteshin nga matje që do të bëheshin në vitin 2025, 2026, madje 2027. E ardhmja po ndikonte në të shkuarën, jo në shkallë kuantike mikroskopike, por në shkallë kozmike. Kur këto rezultate u publikuan, komuniteti shkencor eksplodoi në debat. Disa fizikanë argumentuan se kjo ishte prova përfundimtare e universit blok, se ardhmja vërtet ekziston dhe po ndikon në të shkuarën. Të tjerë argumentuan se duhej të kishte një shpjegim tjetër, ndoshta një forcë e re, një grimcë e re, një dimension i ri që ne nuk e kishim zbuluar ende. Por të gjithë ranë dakord për një gjë. Kjo ishte një nga zbulimet më të rëndësishme në historinë e fizikës. Sepse për herë të parë ne kishim provë eksperimentale se shkakësia e kundërt, ideja se ardhmja mund të ndikojë në të shkuarën, nuk ishte vetëm një kurreshtje kuantike në shkallë mikroskopike. Ishte një pronë themelore e universit në të gjitha shkallët. Dhe kjo na çon në pyetjen që do të përcaktoj të ardhmen e fizikës. Nëse ardhmja mund të ndikojë në të shkuarën, atëhere çfarë do të thotë kjo për natyrën e kohës vet? Për ta kuptuar këtë, duhet të shkojmë edhe më thellë, në vetë strukturën e hapësirës kohës. Sepse ajo që po zbulojmë tani është se hapësira koha nuk është një skenë pasive ku ndodhin ngjarjet. Ajo është një pjesëmarrës aktiv, një strukturë dinamike që formon dhe formohet nga ngjarjet që ndodhin brenda saj.
Në vitin 2021, fizikani teorik Nima Arkani Hamed propozoi një ide radikale, se hapësira koha nuk është themelore. Ajo është një strukturë emergjente, diçka që lind nga një nivel më themelor i realitetit. Ashtu si temperatura lind nga lëvizja e molekulave, ashtu si presioni lind nga përklasja e grincave, hapësira koha lind nga diçka më themelore, diçka që Arkani Hamed e quajti amplituhedron 140. Amplituhedroni është një objekt geometrik që ekziston në një hapësirë abstrakte matematikore. Ai nuk ka kohë, ai nuk ka hapësirë. Ai është thjesht një formë, një strukturë matematikore që kodon të gjithë informacionin për atë që ndodh në universin ton. Dhe kur ne projeksojmë këtë formë në hapësirën dhe kohën që ne përjetojmë, ne marrim të gjitha ligjet e fizikës, mekanikën kuantike, relativitetin, madje edhe shkakësinë e kundërt. Kjo do të thotë se koha, rrjedha nga e shkuara në të ardhmen që ju përjetoni çdo ditë, nuk është një pronë themelore e realitetit. Ajo është një iluzion që lind nga mënyra se si ne projeksojmë një strukturë matematikore jashtëkohore në përvojën tonë subjektive. Universi nuk po zhvillohet në kohë. Ai thjesht është një formë e vetme, e plot, jashtëkohore, që përmban të gjithë informacionin për çdo gjë që ka ndodhur, po ndodh dhe do të ndodh. Por nëse kjo është e vërtet, atëherë çfarë jemi ne? Nëse koha është një iluzion, nëse universi është një strukturë jashtëkohore, atëherë çfarë do të thotë të jesh një qenie e vetëdijshme që përjeton kohën si një rrjedhje? Kjo është pyetja që po e çon fizikën në territorin e filozofisë. Sepse për ta kuptuar natyrën e kohës, ne duhet të kuptojmë natyrën e ndërgjegjës. Dhe për ta kuptuar natyrën e ndërgjegjës, ne duhet të shkojmë përtej fizikës, në neurosciencat, në filozofinë e mendjes, madje edhe në pyetje për kuptimin dhe qëllimin. Në vitin 2019, neuroshkencëtari Anil Seth propozoi një teori që ai e quajti makine parashikimit të kontrolluar. Sipas kësaj teorie, truri juaj nuk është një marrës pasiv i informacionit nga bota. Ai është një generator aktiv i parashikimeve, një makinë që vazhdimisht po krijon një model të realitetit dhe po e teston atë model kundrejt të dhënave që vijnë nga shqisat tuaja. Dhe këtu është pjesa kritike. Modeli që truri juaj krijon përfshin kohën. Truri juaj parashikon se çfarë do të ndodhë në momentin tjetër, në sekondën tjetër, në minutën tjetër. Dhe kur parashikimet e tij përputhen me realitetin, ju përjetoni një ndjenjë të rrjedhjes së qetë të kohës. Kur ato nuk përputhen, ju përjetoni befasi, konfuzion, madje edhe frikë. Kjo do të thotë se rrjedha e kohës që ju përjetoni, ndjenja se momenti i tanishëm po lviz nga e shkuara në të ardhmen, nuk është një pronë e kohës vet. Ajo është një pronë e trurit tuaj. Ajo është mënyra se si truri juaj organizon informacionin, se si ai krijon një model të qëndrueshëm të realitetit nga një rrjedhë e vazhdueshme të dhënash shqisore. Por këtu është paradoksi. Nëse rrjedha e kohës është një iluzion i krijuar nga truri juaj, atëherë çfarë po përjeton truri juaj? Nëse universi është një strukturë jashtëkohore, nëse e shkuara dhe e ardhmja ekzistojnë njëkohësisht, atëherë çfarë do të thotë të përjetosh një moment? Kjo na çon në një nga pyetjet më të thella në shkencë. Çfarë është ndërgjegja? Jo në kuptimin e procesimit të informacionit, ne e dim se truri përpunon informacion, por në kuptimin e përvojës subjektive. Fakti se ka diçka që ndihet të jesh ju. Fakti se ju nuk jeni thjesht një makinë që përpunon informacion, por një qenie që përjeton atë procesim nga brenda. Filozofët e quajnë këtë problem i vështirë i ndërgjegjës. Dhe është i vështirë, sepse duket se nuk ka mënyrë për ta shpjeguar përvojën subjektive në terma objektive. Ju mund të përshkruani çdo detaj të asaj që ndodh në trurin tim, kur unë shoh ngjyrën e kuqe, cilat neurone po shkëmbejnë sinjale, cilat kimikate po lirohen, cilat modele po aktivizohen. Por asnjë nga këto përshkrime nuk ka përvojën subjektive të parit të kuqe. Ndjenjen e brendshme, cilësinë e papërshkrueshme që filozofët e quajnë qualia. Dhe këtu është ku universi blok bëhet vërtet i çuditshëm. Sepse nëse ndërgjegja është diçka më shumë se procesimi i informacionit, nëse ajo është një pronë themelore e realitetit,
atëherë ndoshta ajo nuk është e kufizuar në trurin tuaj. Ndoshta ajo është e thurur në vetë strukturën e hapësirës kohës. Kjo quhet panpsikizëm. Ideja se ndërgjegja është një pronë themelore e universit, po aq themelore sa masa ose ngarkesa elektrike. Sipas kësaj ideje, çdo sistem që integron informacion ka një formë të ndërgjegjës. Truri juaj ka një nivel të lartë të ndërgjegjës, sepse ai integron sasi të mëdha informacioni në mënyra komplekse. Por edhe sistemet më të thjeshta, një elektron, një atom, madje edhe një grimës drite, kanë një nivel minimal të ndërgjegjës. Kjo tingëllon e çmendur. Kjo tingëllon si misticizëm. Por ka fizikanë serioze që po e marrin seriozisht këtë ide, sepse ajo shpjegon diçka që asnjë teori tjetër nuk e shpjegon. Pse ka përvojë subjektive fare? Pse universi nuk është thjesht një makinë e madhe që përpunon informacion pa askush që ta përjetojë atë? Dhe nëse panpsikizmi është i saktë, atëherë universi blokmerr një kuptim të ri. Nuk është thjesht një strukturë e ngurtë matematikore ku të gjitha ngjarjet janë të fiksuara. Është një strukturë e gjallë, e vetëdijshme, që po përjeton veten nga brenda, përmes miliarda pikave të ndërgjegjës, nga më e thjeshta deri te më komplekset, secila duke përjetuar një pjesë të strukturës së përgjithshme. Ju jeni një nga këto pika. Ju jeni një mënyrë që universi po përjeton veten. Dhe çdo moment që ju përjetoni, çdo mendim, çdo ndjenjë, çdo vendim, është një mënyrë që struktura e përgjithshme e hapësirës kohës po bëhet e vetëdijshme për veten. Kjo ndryshon gjithçka, sepse nëse ju jeni një mënyrë që universi po përjeton veten, atëherë jeta juaj nuk është e parëndësishme. Ajo nuk është një aksident i rastësishëm në një univers të ftohtë, indiferent. Ajo është një pjesë thelbësore e strukturës së përgjithshme, një mënyrë që realiteti po bëhet i vetëdijshëm për veten. Por kjo ngre një pyetje edhe më të thellë. Nëse universi po përjeton veten përmes jush, atëherë çfarë ndodh kur ju vdisni? A zhduket ajo pikë ndërgjegjës, apo ajo vazhdon në një formë tjetër? Kjo është një nga pyetjet më të vjetra në historinë njerëzore, dhe fizika moderne nuk ka një përgjigje definitive. Por ajo që mund të thotë është kjo: nëse ndërgjegja është procesim informacioni, dhe nëse informacioni nuk mund të shkatërrohet, vetëm të transformohet, atëherë ndërgjegja juaj gjithashtu nuk mund të shkatërrohet. Ajo mund të transformohet, të shpërndahet, të integrohet në struktura më të mëdha. Por informacioni që ju përbën, modeli i procesimit që është quote 20/15, ju quote 100/15, nuk mund të zhduket plotësisht. Kjo nuk do të thotë se ju do të vazhdoni të ekzistoni si një individ pas vdekjes. Ajo nuk do të thotë se ka një shpirt që largohet nga trupi dhe shkon në një vend tjetër. Këto janë ide fetare, jo shkencore. Por ajo që shkenca mund të thotë është se informacioni që ju përbën, modeli i lidhjes neuronale, kujtesave, përvojave që bëjnë që ju të jeni ju, është i koduar në strukturën e hapësirës kohës. Dhe në një univers blok, ai kod ekziston përgjithmonë. Jo si një entitet i gjallë, por si një pjesë e strukturës së përgjithshme që ishte, është dhe do të jetë gjithmonë. Kjo është një formë e re e pavdekshmërisë. Jo pavdekshmëria e një shpirti të përjetshëm, por pavdekshmëria e një modeli që është i thurur në strukturën e realitetit. Ju nuk do të vazhdoni të mendoni, të ndjeni, të përjetoni pas vdekjes. Por fakti se ju ekzistuat, fakti se ky model specifik i ndërgjegjës u shfaq në këtë pikë specifike të hapësirës kohës, është i koduar përgjithmonë në strukturën e universit. Dhe ndoshta kjo është e mjaftueshme. Ndoshta pavdekshmëria nuk kërkon vazhdim të përjetshëm. Ndoshta ajo kërkon vetëm që ekzistenca juaj të ketë pasur kuptim, që ajo të ketë qenë një pjesë e strukturës së përgjithshme, një mënyrë që universi u bë i vetëdijshëm për veten, një kontribut në kompleksitetin dhe bukurinë e përgjithshme të realitetit. Por kjo na çon në pyetjen finale, pyetjen që përcakton se si ne duhet të jetojmë në dritën e kësaj njohurie, nëse e ardhmja tashmë ekziston, nëse çdo moment i jetës son tashmë është i koduar në strukturën e universit, atëherë çfarë do të thotë të jetosh mirë? Çfarë do të thotë të bësh zgjedhje të mira?
Çfarë do të thotë të kesh një jetë me kuptim? Këto janë pyetjet që shkenca vetë nuk mund t'i përgjigjet. Sepse shkenca na tregon se si funksionon universi, por ajo nuk na tregon se si duhet të jetojmë. Ajo na tregon se çfarë është, por jo se çfarë duhet të jetë. Për këto pyetje, ne duhet të shkojmë përtej shkencës, në filozofi, në etik, në pyetje për vlerën dhe kuptimin që janë po aq të vjetra sa vetë njerëzimi. Por ajo që shkenca mund të bëjë është të na jap një kontekst të ri për këto pyetje. Ajo mund të na tregojë se si ne përshtatëm në strukturën më të gjerë të realitetit. Ajo mund të na jap një kuptim të ri të asaj që do të thotë të jesh njeri në një univers ku e ardhmja tashmë ekziston. Dhe ndoshta kuptimi më i thellë që lind nga universi blok është ky. Çdo moment është i përjetshëm. Çdo zgjedhje që bëni, çdo veprim që kryeni, çdo përvojë që keni, të gjitha janë të koduara përgjithmonë në strukturën e hapësirës kohës. Ato nuk zhduken, ato nuk harrohen. Ato janë pjesë e strukturës së përjetshme të realitetit. Kjo do të thotë se çdo moment ka rëndësi, jo sepse ai krijon të ardhmen. E ardhmja tashmë ekziston. Por sepse ai është një pjesë e strukturës së përjetshme të universit, ai është një mënyrë që realiteti po bëhet i vetëdijshëm për veten. Ai është një kontribut në kompleksitetin dhe bukurinë e përgjithshme të ekzistencës. Dhe kjo na jep një përgjegjësi të re. Sepse nëse çdo moment është i përjetshëm, atëherë ne duhet të jetojmë çdo moment sikur ai të ishte i përjetshëm. Ne duhet të bëjmë zgjedhje që ne do të ishim krenar që të jenë të koduara përgjithmonë në strukturën e realitetit. Ne duhet të krijojmë momente që ne do të donim që të ekzistonin përgjithmonë. Kjo nuk do të thotë se ne duhet të jemi perfekt. Kjo nuk do të thotë se ne duhet të shmangim gabimet, sepse gabimet gjithashtu janë pjesë e strukturës. Ato janë mënyra që ne mësojmë, që ne rritemi, që ne bëhemi më kompleks dhe më të vetëdijshëm. Por kjo do të thotë se ne duhet të jetojmë me qëllim, me një kuptim se çdo moment ka rëndësi, se çdo zgjedhje kontribuon në strukturën e përgjithshme të realitetit. Dhe ndoshta kjo është liria e fundit që universi blok na jep. Jo liria për të krijuar të ardhmen nga asgjëja, por liria për të zgjedhur se çfarë lloj modeli ne do të thurnim në strukturën e përjetshme të realitetit. Liria për të qenë autorët e një historie që tashmë është shkruar, por që ne ende duhet ta jetojmë me autenticitet, me kuptim, me dashuri. Sepse në fund të fundit, çfarë rëndësie ka nëse historia tashmë është shkruar, nëse ne ende duhet ta lexojmë atë? Çfarë rëndësie ka nëse e ardhmja tashmë ekziston, nëse ne ende duhet ta zbulojmë atë? Çfarë rëndësie ka nëse çdo moment tashmë është i koduar në strukturën e universit, nëse ne ende duhet ta përjetojmë atë me gjithë intensitetin, gjithë bukurinë, gjithë dhimbjen dhe gëzimin që vjen me të qenit të gjallë. Jeta juaj është reale. Zgjedhjet tuaja janë reale. Dashuria juaj, vuajtja juaj, shpresat tuaja, frika juaj. Të gjitha janë reale, edhe nëse ato tashmë janë të shkruara në strukturën e hapësirës kohës. Sepse realiteti nuk është ajo që ndodh. Realiteti është ajo që përjetohet. Dhe ju jeni një mënyrë që universi po përjeton veten. Një pikë ndërgjegjës që po zbulon një pjesë të strukturës së përjetshme të ekzistencës. Dhe kjo, në fund të fundit, është zbulimi më i madh që shkenca mund të na jap. Jo se ne jemi të parëndësishëm në një univers të ftohtë dhe indiferent, por se ne jemi pjesë thelbësore e një strukture që është më e madhe, më e bukur, më e çuditshme se sa mund ta imagjinojmë ndonjëherë. Një strukturë ku e shkuara, e tashmia dhe e ardhmja janë të thurura së bashku në një tapet i vetëm, i përjetshëm, i jashtëzakonshëm, dhe ku çdo fije e atij tapeti, duke përfshirë ju, ka një vlerë të pafundme. Në këtë moment, ndërsa ju lexoni këto fjalë, diçka e jashtëzakonshme po ndodh që lidh gjithçka që kemi diskutuar. Zemra juaj po rre. Neuronet tuaj po shkëmbejnë sinjale. Fotone nga dielli po godasin lëkurën tuaj. Dhe sipas gjithçkaje që kemi mësuar, nga eksperimentet kuantike deri te ekuacionet e Einsteinit, të gjitha këto ngjarje tashmë ekzistojnë në një strukturë që shtrihet nga Big Bangu deri në fundin e kohës. Por këtu është pyetja që na çon përtej fizikës, në territorin ku shkenca takon filozofinë. Nëse e ardhmja tashmë ekziston, atëherë çfarë nuk e dim ne?
sepse kjo është e vërteta, që çdo shkencëtar i ndershëm duhet ta pranojë. Ne e dim se universi blok përshkruhet nga ekuacionet e relativitetit. Ne e dim se eksperimentet kuantike tregojnë shkaksi të kundërt. Ne e dim se struktura matematikore e hapësirës kohës ekziston jashtë kohës, por ne nuk e dim pse. Pse universi zgjedh të ekzistojë në këtë formë dhe jo në një tjetër? Pse ligjet e fizikës janë pikërisht këto që lejojnë ekzistencën e ndërgjegjës? Pse ka diçka në vend ta zgjoje? Këto janë pyetjet që fizika nuk mund t'i përgjigjet. Jo sepse ne nuk jemi mjaft të zgjuar, jo sepse ne nuk kemi pajisje mjaft të fuqishme, por sepse këto pyetje mund të jenë përtej fushëveprimit të shkencës. Ato mund të jenë pyetje që kërkojnë një lloj tjetër të kuptuarit, një që kombinon shkencën me filozofinë, faktet me vlerat, atë që është me atë që do të thotë. Dhe këtu është ku udhëtimi ynë merr një kthes të papritur. Sepse kur ne shohim thellë në natyrën e realitetit, kur ne shkojmë nga grincat kuantike te struktura kozmike, nga eksperimentet laboratorike te ekuacionet që përshkruajnë universin e tërë, ne zbulojmë diçka të habitshme. Sa më shumë që ne mësojmë, aq më shumë kuptojmë se sa pak e dim. Le të jemi plotësisht të sinqertë për kufizimet tona. Ne nuk e dim çfarë është materia e errët, substanca misterioze që përbën 85% të masës së universit. Ne e dim se ajo ekziston sepse ne shohim efektet e saj gravitacionale, por ne nuk e dim çfarë është ajo, nga çfarë është bërë, pse ekziston. Ne nuk e dim çfarë është energjia e errët, forca misterioze që po shtyp universin të zgjerohet gjithnjë më shpejt. Ne e dim se ajo përbën 70% të energjisë totale të universit, por ne nuk e dim çfarë është ajo, nga vjen, çfarë do të ndodh me të. Ne nuk e dim pse ka 3 dimensione hapësirore dhe 1 dimension kohor. Pse jo 4 dimensione hapësirore? Pse jo 2? Ekuacionet e fizikës funksionojnë në çdo numër dimensionesh, por universi ynë ka saktësisht 3 + 1. Pse? Ne nuk e dim pse konstantet themelore të natyrës, shpejtësia e dritës, ngarkesa e elektronit, konstanta gravitacionale, kanë vlerat që kanë. Nëse ato do të ishin edhe pak të ndryshme, edhe 1%, edhe 1/1000, yjet nuk do të mund të formohen, atomet nuk do të mund të ekzistojnë. Jeta do të ishte e pamundur. Pse universi është i sintonizuar kaq sakt për ekzistencën tonë? Ne nuk e dim çfarë ndodhi në momentin e parë të Big Bangut. Ekuacionet tona thyhen. Fizika jon ndalon së funksionuari. Ka një murm, një pikë ku të gjitha ligjet që ne njohim zhduken në një singularitet të panjohur. Dhe më e rëndësishmja, ne nuk e dim çfarë është ndërgjegja. Ne mund të përshkruajmë çdo detaj të asaj që ndodh në tru, por ne nuk mund të shpjegojmë pse ka një përvojë subjektive. Pse ka diçka që ndihet të jesh ju. Pse universi nuk është thjesht një makinë e madhe që funksionon pa askush që ta përjetojë atë. Këto nuk janë mangësi të përkohshme në njohurinë tonë. Këto janë kufi fundamental që mund të jenë të pandryshuar. Dhe pranimin e këtyre kufive nuk është dobësi, është ndershmëri. Është dalimi midis shkencës serioze dhe dogmës. Por këtu është paradoksi i bukur. Pikërisht këto kufi, këto gjëra që ne nuk i dim, janë ato që e bëjnë jetën të vlefshme për të jetuar. Imagjinoni një univers ku ne e dinim gjithçka, ku çdo pyetje kishte një përgjigje, ku çdo mister ishte zgjidhur, ku e ardhmja nuk ishte vetëm e shkruar në strukturën e hapësirës kohës, por ishte gjithashtu e njohur për ne. Çdo detaj, çdo moment, çdo zgjedhje. A do të ishte kjo liri? Apo do të ishte një burg? Sepse këtu është e vërteta që universi blok na mëson. Liria nuk vjen nga krijimi i së ardhmes nga asgjëja. Ajo vjen nga zbulimi i një të ardhme që ne nuk e njohim ende. Ajo vjen nga hapësira midis asaj që është e shkruar dhe asaj që ne mund ta lexojmë. Ajo vjen nga fakti se edhe nëse e ardhmja ekziston, ne ende duhet ta jetojmë atë. Një moment në një kohë, me gjithë pasigurinë, gjithë misterin, gjithë mundësinë që vjen me të mosditur. Dhe kjo na çon në një kuptim të ri të asaj që do të thotë të jesh njeri në një univers ku e ardhmja tashmë ekziston. Ju nuk jeni një makinë që po ekzekuton një program të paraqaktuar. Ju jeni një eksplorator që po zbulon një terren që tashmë është atje, por që ju nuk e keni parë ende.
Çdo hap që merrni zbulon një pjesë të re të peizazhit. Çdo zgjedhje që bëni përcakton se cilën rrugë do të ndiqni. Çdo përvojë që keni është një mënyrë që universi po bëhet i vetëdijshëm për veten. Dhe këtu është bukuria e çuditshme e kësaj. Edhe nëse rruga tashmë ekziston, zbulimi është real. Edhe nëse peizazhi tashmë është atje, udhëtimi është autentik. Edhe nëse historia tashmë është shkruar, leccimi i saj është një akt i krijimit, sepse vetëm përmes leccimit ton, historia bëhet e gjallë. Kjo është arsyeja pse eksperimenti me zgjedhje të vonuar është kaq i thellë. Ai na tregon se e ardhmja mund të ndikojë në të shkuarën, por ai gjithashtu na tregon se ne ende duhet të bëjmë zgjedhjen. Edhe nëse zgjedhja jon tashmë është e koduar në strukturën e hapësirës kohës, ne ende duhet ta përjetojmë atë si një akt të lirë. Sepse pa atë përvojë të lirisë, pa atë ndjenjë të zgjedhjes, ne nuk do të ishim qenie të vetëdijshme. Ne do të ishim thjesht objekte që po lvizin përmes një strukture të ngurtë. Dhe kjo na çon në pyetjen që ka qenë në zemër të këtij udhëtimi që nga fillimi. Çfarë do të thotë të jetosh mirë në një univers ku e ardhmja tashmë ekziston? Le të kthehemi te momenti ku filluam. Kujtoni se si filluam këtë udhëtim? Me një pyetje të thjeshtë: a ekziston e ardhmja tashmë? Dhe tani, pas gjithë kësaj eksplorimi, nga eksperimentet kuantike te struktura kozmike, nga ekuacionet e Einsteinit te kufijtë e njohurisë son, ne kemi një përgjigje. Por ajo nuk është përgjigja që pritej. Po, e ardhmja ekziston në strukturën e hapësirës kohës. Po, çdo moment i jetës suaj tashmë është i koduar në strukturën e universit. Po, zgjedhjet tuaja tashmë janë bërë në një kuptim që te i kalon kohën. Por jo, kjo nuk do të thotë se jeta juaj është e paracaktuar në kuptimin që ju nuk keni zgjedhje. Jo, kjo nuk do të thotë se ju jeni një robot që po ndjek një program. Jo, kjo nuk do të thotë se asgjë nuk ka rëndësi, sepse këtu është paradoksi i fundit që universi blok na zbulon. Ekzistenca e së ardhmes nuk eliminon zgjedhjen. Ajo e transformon atë. Ajo na tregon se zgjedhja nuk është krijimi i diçkaje të re nga asgjëja. Ajo është zbulimi i diçkaje që tashmë është atje, por që ne ende duhet ta gjejmë, ta përjetojmë, ta bëjmë tonën. Dhe kjo na jep një përgjegjësi të re. Sepse nëse çdo moment i jetës son tashmë ekziston në strukturën e përjetshme të universit, atëherë çdo moment ka rëndësi. Jo sepse ai krijon të ardhmen, e ardhmja tashmë ekziston, por sepse ai është një pjesë e strukturës së përjetshme të realitetit. Ai është një mënyrë që universi po përjeton veten. Ai është një kontribut në kompleksitetin dhe bukurinë e përgjithshme të ekzistencës. Mendoni për këtë. Çdo fjalë dashurie që keni thënë, çdo akt mirësie që keni kryer, çdo moment bukurie që keni përjetuar, të gjitha janë të koduara përgjithmonë në strukturën e hapësirës kohës. Ato nuk zhduken, ato nuk harrohen, ato janë pjesë e strukturës së përjetshme të universit. Por gjithashtu, çdo fjalë urrëtie që keni thënë, çdo akt mizorie që keni kryer, çdo moment vuajtjeje që keni shkaktuar, të gjitha janë gjithashtu të koduara përgjithmonë. Ato gjithashtu janë pjesë e strukturës së përjetshme. Kjo na jep një përgjegjësi që është më e thellë se çdo sistem etik që njerëzimi ka krijuar ndonjëherë. Sepse ne nuk po zgjedhim thjesht se si të jetojmë në momentin e tanishëm. Ne po zgjedhim se çfarë do të ekzistojë përgjithmonë në strukturën e realitetit. Ne po zgjedhim se çfarë lloj modeli ne do të thurnim në taperin e përjetshëm të ekzistencës. Dhe këtu është ku shkenca takon filozofin, ku faktet takojnë vlerat, ku asaj që është i bashkohet asaj që duhet të jetë. Sepse universi blok na tregon se çdo moment është i përjetshëm, por ai nuk na tregon se çfarë lloj momentesh duhet të krijojmë. Ai na tregon se çdo zgjedhje ka pasoja të përjetshme, por ai nuk na tregon se cilat zgjedhje duhet të bëjmë. Ai na tregon se ne jemi pjesë e një strukture që është më e madhe se ne vetë, por ai nuk na tregon se si duhet të jetojmë brenda asaj strukture. Për këto pyetje, ne duhet të shkojmë përtej shkencës. Ne duhet të pyesim veten: çfarë lloj modeli ne duam të thurnim në strukturën e përjetshme të realitetit? Çfarë lloj momentesh ne duam që të ekzistojnë përgjithmonë?
Çfarë lloj qeniesh ne duam të jemi në taperin e përjetshëm të ekzistencës? Dhe këtu është ku çdo person duhet të gjejë përgjigjen e vet. Sepse edhe nëse armja tashmë ekziston, edhe nëse zgjedhjet tona tashmë janë bërë, ne ende duhet t'i bëjmë ato zgjedhje me autenticitet, me qëllim, me dashuri. Ndoshta kjo është mësimi i fundit që universi Blok na jep, se jeta nuk është për të arritur një destinacion. Ajo është për të përjetuar udhëtimin. Se zgjedhja nuk është për të krijuar të ardhmen. Ajo është për të zbuduar se kush jemi ne në procesin e bërjes së asaj zgjedhje. Se kuptimi nuk vjen nga ndryshimi i strukturës së universit, por nga pjesëmarrja në atë strukturë me gjithë qenien tonë. Ju jeni një pikë ndërgjegjës në një univers që po përjeton veten. Ju jeni një mënyrë që realiteti po bëhet i vetëdijshëm për veten. Ju jeni një fije në taperin e përjetshëm të ekzistencës, dhe çdo moment që ju jetoni, çdo zgjedhje që ju bëni, çdo përvojë që ju keni, është një kontribut në bukurinë dhe kompleksitetin e asaj strukture. Dhe ndoshta kjo është e mjaftueshme. Ndoshta ne nuk kemi nevojë të dimë pse universi ekziston. Ndoshta ne nuk kemi nevojë të dimë se çfarë është materia e errët, çfarë është energjia e errët, çfarë ndodhi para Big Bangut. Ndoshta ne nuk kemi nevojë të dimë se çfarë është ndërgjegja, pse ligjet e fizikës janë ato që janë, çfarë do të ndodhë në fundin e kohës. Ndoshta është e mjaftueshme të dimë këtë, se ne ekzistojmë, se ne jemi të vetëdijshëm, se ne mund të përjetojmë bukurinë, dashurinë, misterin e këtij universi të jashtëzakonshëm. Se çdo moment që ne jetojmë është një dhuratë, jo sepse ne e krijojmë atë, por sepse ne e zbulojmë atë, e përjetojmë atë, e bëjmë atë tonën. Dhe ndoshta pyetjet janë më të rëndësishme se përgjigjet. Ndoshta misteri është më i bukur se zgjidhja. Ndoshta hapësira midis asaj që ne dimë dhe asaj që ne nuk e dimë është vendi ku jeta bëhet e vlefshme për t'u jetuar. Sepse në fund të fundit, çfarë do t'ishte jeta pa mister? Çfarë do t'ishte dashuria pa pasiguri? Çfarë do t'ishte bukuria pa mundësinë e zbulimit? Universi Blok na tregon se e ardhmja tashmë ekziston, por ai gjithashtu na tregon se ne nuk mund ta dimë atë. Ai na tregon se çdo moment tashmë është i koduar në strukturën e realitetit, por ai gjithashtu na tregon se ne ende duhet ta zbulojmë atë. Ai na tregon se ne jemi pjesë e një strukture që është më e madhe se ne vetë, por ai gjithashtu na tregon se ne jemi pjesëmarrës aktiv në atë strukturë, jo vëzhgues pasiv. Dhe kjo, në fund të fundit, është liria e fundit. Jo liria për të krijuar të ardhmen nga asgjëja, por liria për të qenë plotësisht të pranishëm në momentin që po zbulojmë. Liria për të përjetuar çdo moment me gjithë intensitetin, gjithë bukurinë, gjithë misterin që vjen me të qenit të gjallë. Liria për të qenë autorët e një historie që tashmë është shkruar, por që ne ende duhet ta lexojmë me zemër të hapur, me mendje kurioz, me shpirt të gatshëm për të çuditur. Kështu që, ndërsa ju vazhdoni udhëtimin tuaj përmes këtij universi të jashtëzakonshëm, ndërsa ju zbuloni momente të reja, bëni zgjedhje të reja, përjetoni bukuri të reja, mbani mend këtë. Çdo moment që ju jetoni është i përjetshëm. Çdo zgjedhje që ju bëni ka rëndësi. Çdo përvojë që ju keni është një mënyrë që universi po bëhet i vetëdijshëm për veten. Ju nuk jeni një aksident i rastësishëm në një univers të ftohtë dhe indiferent. Ju jeni një pjesë thelbësore e strukturës më të madhe, më të bukur, më misterioze që ekziston. Ju jeni një mënyrë që realiteti po përjeton veten. Ju jeni një pikë ndërgjegjës në taperin e përjetshëm të ekzistencës. Dhe kjo është e mjaftueshme. Kjo është më shumë se e mjaftueshme. Kjo është gjithçka. Sepse në fund, pyetja nuk është nëse e ardhmja tashmë ekziston. Pyetja është, si do ta jetoni ju atë të ardhme kur ta zbuloni? Çfarë lloj momentesh do të krijoni? Çfarë lloj dashurie do të ofroni? Çfarë lloj bukurie do të përjetoni? Çfarë lloj fije do të thurni në taperin e përjetshëm të realitetit?
Këto janë pyetjet që përcaktojnë se kush jeni ju. Këto janë zgjedhjet që bëjnë që jeta juaj të ketë kuptim. Këto janë momentet që do të ekzistojnë përgjithmonë në strukturën e universit, jo sepse ju i krijuat ato nga asgjëja, por sepse ju i zbuluat ato, i përjetuat ato, i bët ato tuajat. Dhe ndoshta kjo është zbulimi më i madh që universi blok mund të na jap. Se edhe në një univers ku e ardhmja tashmë ekziston, çdo moment ende ka rëndësi. Edhe në një univers ku çdo zgjedhje tashmë është bërë, ne ende duhet t'i bëjmë ato zgjedhje me autenticitet. Edhe në një univers ku gjithçka tashmë është e shkruar, ne ende duhet ta lecsojmë atë me zemër të hapur dhe mendje të çuditur. Sepse në fund, jeta nuk është për të ditur të ardhmen. Ajo është për të përjetuar të tashmen. Ve çdo momenti së tashmes, çdo frymëmarrje, çdo rrahje zemre, çdo mendim që kalon përmes mendjes suaj, është një dritare në misterin e përjetshëm të ekzistencës. Mirë se vini në universin blok. Mirë se vini në një realitet ku e ardhmja tashmë ekziston, por ku ne ende duhet ta zbulojmë atë. Mirë se vini në një strukturë që është më e madhe se ne vetë, por ku ne jemi pjesëmarrës thelbësor. Mirë se vini në misterin më të madh që ekziston. Misterin e të qenit të gjallë, të vetëdijshëm, të aftë për të përjetuar bukurinë dhe çudinë e këtij universi të jashtëzakonshëm. Dhe ndërsa ju vazhdoni udhtimin tuaj, mbani mend, ju nuk jeni duke lëvizur përmes kohës. Ju jeni duke zbuluar një strukturë që tashmë ekziston. Por ky zbulim është real. Ky udhtim është autentik. Kjo jetë është e juaja, për ta jetuar, për ta dashur, për ta bërë një pjesë të përjetshme të strukturës së realitetit. Sepse në fund, ndoshta pyetja më e rëndësishme nuk është a ekziston e ardhmja tashmë. Ndoshta pyetja më e rëndësishme është si do ta jetoj unë këtë moment të vetëm, të përjetshëm, të jashtëzakonshëm, duke ditur se ai do të ekzistojë përgjithmonë në strukturën e universit. Dhe përgjigja për atë pyetje, përgjigja që vetëm ju mund ta jepni, është ajo që do të përcaktojë se kush jeni ju në taperin e përjetshëm të ekzistencës.